dhe goca të Andal, jemi përsëri ditë e martë, por kësaj radhe nuk është një martë osido, është e marta përpara El Clasico, sfidës më të rëndësishme në Spanjë dhe jo vetëm, dhe si kundër ju e dini, është sfida që unë dhe Flori e ndjej më shumë. Bashkë me ne është Flori. Erdhi koha, bashkë me ne dy jemi o bu. Po do thosha që është dhe Flori, po nuk është shumë entuziast, këtë do të thoya po le. Unë çfarë të bëj gripit patjetër për ndeshjen. Po pres të dielën, 10 diela shive çfarë ndodh. Nisur akoma ndeshja. Kjo është ajo ditë që unë kam pritur, që kur të mora aty te Andal Sport, kur do vi Barsha Real që se ti mendosh se fitoni këtë herë? Po patjetër. Nga të buron ky. Nga buron kjo? Kjo vetbesim, Nga 4 fitore të vitit kaluar ndoshta. Po këtë vit si jeni? Po ndeshja parë këtë viti. Ore si jeni si skuadër. Ju masakroi Sevilla 4-1 pa pikën e mshirës. Reali është më mirë. Girona ju doli para portës 5 herë. Po çfarë shkon hallet e tua, shkon hallet e mshiut. Shkon hallet e tua. Unë s'kam hallë fare, unë jam i pari në La Liga me 2 pikë më shumë se ju. Ke nevojë për penallti me Kairat Almatin për të fituar. Ke nevojë për penallti me Kairatin. Ore, a zhvillkove ndeshja me penallti? Sa doli ndeshja? A do e penallti për të bërë golin e parë? A do e penallti? Sa doli ndeshja? Po unë dëgjoj. Or ti vërtet beson që do fitoni ju ndeshjen e të dielës? Jo që e besoj, po nuk kam dyshim fare. Nuk kam pikën e dyshimit. Si më thon tani do të çohet nesër do dalë dielli po. Bast publikisht? Por, ç'a basti do? Ç'a basti dua unë? Ditën e diel do bëjmë direkt live mbas ndeshjes? Mbas ndeshje. Ditën e diel. Do jesh këtu. Do bëjmë live. Okej. Ditën e diel kush humbet, pra nëse humbet Reali ose nëse humbet Barcelona do vesh fanellën e skuadrës kundërshtare. Deal. Pra ti vesh Reali, unë vesh Barcelona, kush humbet? E mora vesh. Nuk do justifikime. Ke frikë më në dorën. Llaf burrash. Po. Dakor. Kush e pret? Unë. Dakor. Haj. Po nuk do justifikime. Po justifikim do kem se di që do fitoj. Te kush i ke shpresë të fitosh ti? Nuk e vesh dot unë atë fanellë. Te kush i ke shpresë që do fitosh? Te cila skuadër dhe te cila lojtar? Ktheje pa kokën. Po, e kam kthyer kokën. Ke rrestuar formacionin tënd më të mirë. E para vini me shumë mungesa ja. Jo më të mirin. Për këtë ndeshje. Se kanë 4 mungesa. Kush u mungon juve tani? Kush mungon? Ferran Torres është i diskutueshëm. Rafinha ndoshta nuk e fillon nga fillimi. Po them me Jamali është kuperuar. Me spush Gavi i dëmtuar, Lewandowski nuk e keni prap. Po 4 lojtar formacioni. Po, ju mungon dhe Flik. Se keni asa të jetë në stoj. Po them për ata fush, po trajneri. Edhe Flik, apo s'do ndikoj Fliku. Kushdo të jetë me këta lojtarë fiton ndeshjen. Edhe pa trajner fiton. Do futem unë trajnerat në ndeshjen. Dhe ky është formacioni për ty më i miri i mundshëm? Për këtë ndeshje po. E nis me Sheznin port. Se s'ke portier tjetër janë në portier të tjerë. Po ka portier të keni çati bëj. Mbrojtja Kunde. Unë them fitore e pastër 3-0 e Realit. Prit, vazhdon parashikimi. Arda Güler regjistron asistim, Mbappé regjistron gol. Okej, po ti ishe pak më objektiv do ishte më mirë me thon drejtën. Unë jam shumë objektiv dhe i thjesht. Po nuk është kjo. Reali është skuadra më në formë e La Ligas në momentin që po flasim. Barcelona ka treguar që këtë sezon, jo ekipe si Reali, por ekipe si Girona, si Real Sociedad, si Sevilla i dalin para portës nga 7 herë. Po çfarë rëndësie ka? Çfarë rëndësie ka? Kjo tregon që vitin e kaluar jo 7 herë doli para portës, të bëri 7 gola gati, të bëri 5 gola Atletico. Po prapë kemi treguar vetëm Atletikon. Kurse ju dhe mbrojtja juaj dhe skuadra juaj ka treguar të gjithë dhe me ekipe shumë më të dobta në letër. Po një herë më ndodhi. Po si më një herë? Ore ju morët me Sociedadin ndeshën kot, e morët me Sevillën ndeshën kot, ju keni marrë me Girona ndeshën kot. Ju keni fituar Ligën e Kampionëve me kot, si do më futosh. Jo. Keni fituar. Reali këtë sezon ka treguar futboll shumë më të mirë se Barcelona. Në çdo aspekt, në mbrojtje, në sulm dhe në mesfush. Po ti shikoni Barcelonën që ka shkuar ndeshja e 10 dhe janë me 4 lojtar formacioni mangut. Po Chelsea ka se Reali ka formacion mangut. Po ka pasur më fillim sezonit nuk e kishin Bellingamin, nuk kishin që në mbrojtje Sulsenin e tjerë. Mungesë. Po jo për se Reali ka minutë. Lojtarët e parë avancuar që të bëjnë golin, këto janë ekipe që nuk luajnë mbrojtje, luajnë avancim. Në fakt ju e ka avancuar golin Araujo apo bëri më burr? Po mirë, ora ky nuk e ka ndalu të bëj gol, ti mendon që këti i ka vënë njëri rregull si gol. Shpresat, po kalojmë të mendosh që do të fitojë Barcelona këtë El Clasico shumë e çuditshme, por do të kënaqem kur të bësh foto. Ti dhe unë do shihemi live ditën e diel, çfarë nis nesër 4:30? Çfarë do thosh kur ndodhi? Kur nis nesër 4:30? Nuk e di kur nis nesër. 4:30, 6:30 mbaron. Ti dhe unë dhe gjithë ata që na ndjekin do jemi live këtu në 6:30. Do dalësh si më i bukur me këtë fanellën këtu, do marr tira unë se kam 20 shtëpi. Natën, nga 6:30 deri vonë. Kam 20 në shtëpi fanella, do ta veshësh. Mbaje mend. Ke për ta vesh fanellën. Ku do më japësh ato? Do të këto që kam. Viniciusin. Do them më vonë tani është Vinicius. Është Viniciusi, do ta tregoj pastaj. Mos të shkëputemi nga tema kryesore. Do informacioni më të mirë për këtë ndeshje. Formacioni më i mirë i ndeshjes. Për këtë ndeshje se nuk është më i miri dy ekipeve, se ka ca lojtarë që mungojnë, por për këtë ndeshje. Nuk po i lëvizin fotot, po i lëm kështu, vetëm po e ndajmë. Në port, unë nuk besoj që ti mendon që Shezi është më i mirë se Courtois. E mendoj vallai. Jo, më kurse nuk ka logjik tani. Më i mirë se gjë është më mirë Courtois. 2 metra portier, kampion Champions League, kampion çdo gjëje. Eksperjenca. 2 metra portier, po çe për ditë rrëmbëdhet të dashurat e shokëve të skuadrës, që mund të jetë plus kjo gjë.
Zotri jemi të fol për formacion futbolli apo për ta çupur dhëndën Tregon që është fitues në çdo aspekt të jetës. Gati thot 2 metër çun. Është fitues Po edhe ky portieri 2 metra. Pi puro. Çfarë avantazhi është? Formacion se pi puro. Jo, Kjo Courtois, logjik. Courtois. Kjo logjik. Courtois portier më i mirë se Gjë, Szczesni. kush portier më i mirë? Kush ka më shumë trofe vjet? Courtois portier Më më i shumë mirë se trofe. Szczesni apo Szczesni portier më Po i mirë se lere mos Courtois? jemi bashk. Dua mendim. Marcel. Qa Szczesni Jemi- është Jalia. Ah. Portieri më i mirë vendoset Courtois. Krau i O, po djathtë si i më- mbrojtjes. E folën çunat, u vendos. Krau i djathtë i mbrojtjes. Unë do ja jap Kunde sepse është pozicioni i tij natyral. A do t'i bëjmë vizualisht apo t'i Jo, lëmë po i si bëj çan? po i ndajmë Okej, vetëm kështu. okej. Unë do ja jap Kunde se është pozicioni i tij natyral. Ja dhe Kundes, okej. Për mua është Kunde krau i Tani djathtë. me kë po krahasoj Kundes? Me Valverde pra, krau i djathtë është mbrojtjes Valverde. Për mua është Unë Kunde do krau i jepja djathtë. Valverde, po faleminderit. Jo. Faleminderit me Kunde. Jo, ri Kunde sepse është E kam natyral. pakinat si lojtar, me është thënë lojtar. drejtë. E kam pakinat nga gjesët jashtë fushë. Po unë jam tifoz Pse e Barcelona kena, dhe që viset me fustane po? Po, thua? pra, po. Po thuaj pra, pse filtron Unë jam mendimin. me Barça, nuk më vjen mirë se di edhe këto gjëra të tjera, po për lojtar jam Në fushë për mua është krau i djathtë Kunde. Në qendër të mbrojtjes, kë do krahasoj Militao me Araújin apo Militao me Kubarsin? Zgjedh. Ta djeg me Kubarsin këtë varet, nuk jam të futboll. Jam dakord. Në qendër është Militao përpara Po, Kubarsit. Militao okej. Tani Dhe tani prit. balotazh. Po Araújo ka bërë shumë gafa. Okej, dhe asnjë Ka bërë shumë gafa, por ka bërë gol në ndeshjen e fundit. Ka bërë Vjen në gafa të dhe ndeshje me një Asensio. motivim më tepër. Tek atë çift? Çift. Tek njerëz tot. Çift. Araújo imagjino që në që mbrojtjes ky- me Militaon. Mendoj në mendjen time që ky vërtet kështu futet formacion të Barcelona. Shkon Fliu ka fut çift atek me mbrojtjen tjetër. Ka mundësi, jo. Ka mundësi, por Tani- okej, Araújo tani- këtu. Krau i majt. O, Balde me Carreras. Balde nuk është keq. Carrerasi është akoma për të konfirmuar, me thënë drejtën. Akoma nuk e ka konfirmuar veten. Kështu që Balde ka pak më shumë avantazh. Po. Ma jep dhe Balde në mbrojtje? Po, bi dakord. Ta mora mbrojtjen. Bie dakord. Tre që veta është në Balde. mbrojtje. Se tre më. Si tre. Po ke krau Vetëm i një ke. djathtë. Tani shiko çfarë ndodh. Se mbrojtjen okej. Po dëgjoj, përveç Pedri me Tchouameni tjerë ta harroi ti herë. Pedri do Këtë ashtu Tchouameni, harroi. këtë vendos. De Jong me Bellinghami? Ha, ça ha? De Jongu para Bellingamit? Po patjetër mo. De Jongu para Bellingamit? Po patjetër mo. E dëgjove çunin e audios? Me vërtet? Ça thu thot Barbur? Janë Ça thu thot Barbur? Gjetsoj. Se mund gjitën nga nervat. Janë dy lojtarë me Prit. tipologji të ndryshme, okay? Po, dhe Janë De Jong tipologji është para të ndryshme. Bellinghamit. Në Patjetër që cilën po. univers tëndin është De Jongu Në këtë para që jetojmë ne. Bellinghamit? Pse? A ka më shumë teknikë nga Bellingham? Jo. Jo. Po ky ka forcë fizike, po. Po teknikë nuk ka merr Ti dot. para pasimit e Bellinghamit i shoku im? Nuk më intereson fare mua. Bellingami Nuk ka e shoh çdo Real gjë Madrid- të nuk e mundshme shoh që Real një lojtar Madridin. dhe një trajner do donte të kishte. Çdo gjë, më thuaj një aspekt negativ Bellingamit. Një aspekt Po nuk ka negativ. punë me lojtarin tënd, mo edhe ky ka të gjitha të mirat për mua. Nuk ka fizik. Nuk ka fizik. Jo, s'ka rezistencë. Po Bellingami ç'i e ka. duhet? Edhe Modric nuk ka fizik bën Namit e Milani. Mu çam duhet Atëherë, ajo? teknikisht, për mua, ky është pak më mirë se ky, teknikisht. Fizikisht është shumë më mirë se Teknikisht më ky. mirë nga De Jongu. Po. De Jongu një lojtar me teknikë në Europë që ka Bellinghami me teknikë. De Jongu teknik. Po tjetër Po është De po. Jongu teknik, De Jongu bëri një A ke sezon parë me në ndeshjen Ajaxin. Barcelonës? Kam parë. Ka- Kam parë që shqyqyr shpëton Araújo me shtat gol vite. fund se Barcelona me De Po mos Jongun. shikoj një. Po çfarë thu A më? shkon vetëm Flor? kur vjen ndeshja shikon. De Jongu Shko para edhe më përpara. Bellingamit nuk ndodh në jetë të jetëve. Nuk ta pranoj. Unë prej kokën Nuk këtu ta tani po pranoj, vendos po De nuk ta Jongu pranoj, nuk e para. veu në atë. Jo, jo. Po Vaj deshe. Tchouamenin, nuk ka shans De Jongu para Tchouameni me Bellinghamit. Pedri këta diskutoj fare unë. Tani Pedri e do gjithë Spanja. Pedri, Ti thua mu tani me sfoshor Tchouameni. mbrojtës lund, me sfoshor defensiv lu Pedri? Formacion tamam? Defensiv, jo, Apo është tamam. sulmues? Shkoni avancuar më shumë. Po, Po, çifta tek për formacionin pra. mere Pedri. E pa, Pedri rri. mere, po s'ka shans të të lëshoj De Jongun për Për Bellingamin. çfarë thumu merre Pedri si Në nuk jetë vendoj të nder, jetëve. vendoj nder për De me Jongu fushor- për Bellingamin në me jetë të fushorin jetëve. më të mirë të kampionatit thumu merr. De Jong për Bellingham kur? Në jetë kur? S'ka Balotazh. shans, hiqe, nuk është balotazh E fare. vetëm që mund të ofrojë më mirë është balotazhi, po E desh. di unë se thu balotazh, ti tani e kapa unë. Se ti e ke sigurt që Casado s'ka shans marr Dagylien, pra ne thu balotazh tu ti. Ja. Ja, Ja. si ti qesh. Ja, dorëzove skushën ka pa diçka. kushte. Ka diçka. Mungon Gavi, mos Shpit, who gives a fuck? I thon italian anglez. mungon Gavi, po të Gavi ta dërgoja unë Ardan. Vlla, Bellingami para De Jongut s'ka shans. Balotazh tale. Nuk ka mos gjë më tepër nga balotazhi, ta harrosh. Madje edhe këtë me dy mendje. Je dakord ti? Je dakord ti? Me ChatGPT, po e tha Chati E ka marrë. ftuara pas pak ra dakord për De Jongun. Po e tha Chati ka marrë po. Ra dakord për De Jongun. Prit, Si pas Chatit po ta tha. fal, se jam Po, Barcelona. mi po i besoj. Mos ke pak nerv Barcelona ti miku im?
Ja pra Nuk më këtoli. intereson. Po ta fal. Po ta fal. Vetëm për trevisës po ta fal. Balotazh. Ka sa do... Zhduke. Arda Güler. Në krahun e Mike Sulmit. Prise, këtu tani, ku do më dalësh? Unë ta marr me të 3 kraharitar po du. Të tre? Të tre. Të tre jo. Edhe Rashford është më i mirë nga Mbappéja, po do më di. Floro, ku e merr mallin vlla? Ku e merr mallin? Ta veç tani. Si mosh Rashfordi veç para tani, është më i Mbappés. mirë. Jam dakord, po ta pranoj Rafinhën me Viniciusin. Po ti pranoj Rafinhën me Viniciusin, po ta heq. Dakord. Edhe pse Më dëgjo, si më thua mua se ka diçka. to rrëzoj më bursim i kalon këto Jo, tunë është zhdukto. kandidat, ti e pranove para 2 javësh që ky është kandidat për topin për ta fitu. Po pra. Dhe tani bën mu, po ta pranoj, se po bën nder mu. Po Është prit më meriton, duroj një mo. sekond. Po meriton. Topi i ishte për vjet, këtë sezon s'ka lut gjë ky. Çka ka bërë Rafinha këtë sezon? Po ku ka luajtur 3 ndeshje, ka luajtur shkreti. Po pra ne pas ka bërë gjë këtë sezon, s'ka lut 3 ndeshje. Po kur do kthehet do luaj prap mirë. Me kismet. Jo me kismet. Po me kismet pra Po po ti futi. me ka lojtari më burr. Aktualist, a është Vinicius më mirë se Rafinha? Jo. Po ka luajë gjithë lënë më mirë se Rafinha më Ka 2 burr. vjet që nuk është sekundi më burr. A ka 2 vjet që nuk është sekundi? Ma ka thënë dhe ti vet. Ja shkamrave me Vendose Rafinha. Ja shkamrave pranon ti. E pranoj unë E, që kur s'është gjithë gjë. kamera Po ndryshon këtë mendimin. sezon është më mirë. Vendose Ja, ja. Rafinha. Vendose Rafinha. Qetësou. Jo, se nuk po e mend çka Jongo e Bellingamin. Iku gjithë formacioni e burr. Dora. Iku tash okay. kështu është kur ndan këto ran. Krau Po, ku djathtë Barsi në çdor vet nga Jamali, nuk e krahasoj Jamali me askënd krau djathtë. Ua, ç'a deklarate. I vetmi aspekt pozitiv mas atonës nga Jamali është që dita e rëmbet e dashurën. Edhe? Edhe kaq. Po flas për futbollun. Në qendër. Për futboll. Ju lutem, ju që Jo, na mos e kaloj, ndiqni, mos e kaloj, gjykoni, mos e kaloj, bullizoni Florin se thot që Rashford është para Mbappés për qendër sulmues. Bullizojeni miq. Jo, nuk ka nevojë. Jo, në për komente dua bullizime. Po ç'bullizim? Po bullizim them dhe unë që ti kërkon Bellingamin aty. Para De Jongut e kërkoj, vallai para De Jongut i ke shanset. Ti ke fatin që kap mua ditë keqe, se ti ishte Lewandowski ta dërgoja unë ty Mbappén. Ta kisha hiq me kohë. Mama na luaj Ta kisha mençja hiq me burr. kohë. Mbappéja para asnjë sulmuesit tuaj, si bi. Mbappéja është para gjithë sulmuesve tuaj. Jo. Dhe të tre përjet lushit ti Mbappé nuk krahasohet me ju. Këtë vit. Mbappé është lojtari më i mirë të sezonit deri tani më burr, bashkë me Haalandin dhe me Kanein. Tani. Por Dhe ti do me fut Rashfordin para. Të cilën ndeshemi? E 10-ta, e 9-ta, sa i Të cilën bie? ndeshemi? Jemi te Real Barcelona. Çka ka bërë Mbappé Real Barcelona deri tani? Ç'a ndikimi Së ka shluti patë? tani më shok. Ë? Së shluti tani Real Barcelona, Jo, nesër ç'a parë. ndikimi ka patë viti kaluar te Real Barcelona. Bëri 3 gola ke ka stadiumi juaj. Edhe Po çfarë kemi sa ne që doli s'kam, ndeshja? çfarë ka që s'kemi mbrojtjen ne? Sa doli ndeshja sot? Unë nuk po them, si je, jo si ishe. Më dëgjoj, unë nuk po them që Mbappéja është lojtar i keq. Unë po them që Mbappéja në El Clasico është lojtar i keq. Mbappéja në El Clasico Po si është është lojtar i keq Mbappé në Klasiko më. Po ç'a ndikimi ka Po ti se ke pa në Klasiko kët. Vjet ky ka bërë gjë më mirë që ka bërë është që ka pa live, pa bilet, ka pa 12 gola nga Barcelona. Këtë ka bërë vjet. E ha, ky ka bëri 3 gola në stadium tat. Sot Ati doli bëri ndeshja, 3 gola. sot doli ndeshja. Po se s'bëri gjë. Ishte të Sot doli raftë mos e ndeshja. çon në përmend. Sot do- S'ka shans. O e hoqa vet me Më dhun. dëgjoj. E hodha nuk e kap dot, unë edhe tonë nuk e kap dot. Ti e hedh Rashford. Nuk e kap dot. Por ti nuk hedh dot gola që do të bëje. Rashford do bie siç do të bien shpresat tuaja të dielën. Ti nuk hedh dot gola që do bëj. Mbappéja nuk do bëj gol dhe Rashfordi do bëj. Ta mbash mend. Formacioni më i mirë i mundshëm i El Klasikos. Ti Barça do për bëj. këtë vrit veten. Jo fare. Sa keni? 1 2 3 4 5 6. I bi Reali ka 5 lojtar. 5 lojtar. E aty. Aty jemi dhe Tu e balotazh. të dielën do ndrosh mendim. Mirë Flor, tani do bëjmë një lojë të dytë. Ç'është kjo loja? Ç'është loja? Pse bë sikur se di se ti e ideove, mos Unë e bëj kam kot printuar ç'është loja. Ti ke printuar të gjitha. Po që ngjani. Vetëm një boj flok kështu duhet. Tani prit, a është literalisht? Jo, prit e kam me vërtet. Bardhosh apo Jo, është? e kisha me vërtet. Unë thash boj flok, është më. Prit. Një lojtar, jo, po ta përshkruaj kështu. Unë jam një lojtar, Ha? Na ra alarm miq. Jemi, hajde. unë jam një lojtar për cilin u harxuan miliona, por nuk fitova dot Ligën e Kampionëve, por fitova dashurinë për byrekun tek Real Madridi. Byrekun. Oh, byrekun apo hamburgerat? Për hamburgerat. Eden Hazard. Ashtu ai? E pranove që dashuron. U bë bagdë ku erdhi kene, e mortja. Po ngjani vërtet E në blem. tamën. Ngjajmë vërtet me ta? Shumë profil po. Mora Hazardi na nxiu jetën. Edhe nuk e doja si blerje, e vërteta kjo. Nuk e doja si blerje kur u Mos sa fut ko sigurisht Po ai nuk tha më do bëj binte namin. stili i tij më burr. Jo, nuk më binte stili i tij. Kur erdhi ai thotë do bëj namin. Zgjedh Floro lojtarin tim që kam zgjedhur Ja për ty. tu. Një, ç'a dua? Po. Mos e shif. Mos më bëj hile se hape. Lojtari i parë. Pa e pashtë të marrin tjetër. Bëje mix. Bëje përzieje se thash anglisht. Jepi. Cezar,
Oho, fiksa ai që doja ta nisja unë. Po dëgjoj, do e gjet me fjalinë e parë, po do më lësh ta përfundoj deri në fund. Të lutem. Okej. Atëherë, unë si lojtar kam fituar 8 topa të artë, por 5 për tyre i kam marrë me mik, do të marrë deri në fund. Nuk e njoh këtë Në detaj. 2010-ën e meritonte Iniesta, Schneider ose Milito. Të gjithë e dini pse. Në 2012-ën ma dhan mua edhe pse Ronaldo mori La Liga duke shënuar golin vendimtar në El Clasico dhe edhe pse Iniesta u shpat lojtari më i mirë i evropianit që u fitua nga Spanja. Në 2019-ën ma dhan mua topin e artë edhe pse nuk fitova asgjë dhe Van Dijk fitoi gjithçka me Liverpoolin. Në 2021-shin Lewandowski thyu rekordin e Gerd Müller për gola në Bundesliga, 40 atëherë. Dhe fitoi gjithçka me Bayernin. Në 2023-shin më dhan topin e artë se fitova botrorin, 2022-shin edhe pse Haaland atë sezon kreu super sezon duke fituar tripletën dhe u shpall këpuca e artë me 52 gola të shënuar. Kush është ky lojtar që ka marrë 5 topa të artë kot dhe me mik? Më pëlqen shumë eseja që ke bërë që donte 200 fjalë, por ky është Leo Messi. Leo Messi, 5 topa të artë me mik. Edhe të thuash për këtë që ka fituar topat e artë me mik, unë të them, Sa po ti restova? nëse mua bullizoni që vura De Jongun, ty të bullizojnë Sa gjithë po ti komentet restova fakte? që quan që ky lojtar ka fituar topat e artë me mik. Sa po të restova faktet? fitu Messi Në topa të artë me 2010-ën e mik. mori me mik, e meritonte Iniesta ose Milito ose Schneider? Nuk e di. Më mirë, e përmbledh gjithë këtë me një fjali thonë nuk marr vesh nga futbolli. Jo, po Nuk ti marrë vesh nga të restova vitet më sotri. Po çan këto vite. Po si, në 2010 e meritonte ai Schneider ose Iniesta. Jo 8, ka meritu çdo vit topin e artë, çdo vit që luaj 16 ka meritu. 16 ka Të meritu. restova faktet, në 2010-ën Shpakte, Iniesta me shpakte. Schneiderin, në 2012-ën Ronaldo se Theba Iniesta, kokën. në 2019-ën Van Dijk, Theba kokën. në Shita panellën 2023-shin, 22-shin Lewandowski, 2023-shin Alandi. Mund të jesh I në ke burr Real tani. Madridi mund të Po jesh. i ke burr. Çdo natë. Hidhen tok, çdo siç e natë, meriton. unë e tok edhe. Hidhen tok. Hidhen morën tok atë Çdo natë Po për i Leo ke Messi çikeni këto mor. duhet ndesh një qeri dhe të lutesh që Po Zoti e ka falë të lojtari. Po, e ka falë Po. se blatëri me shoqe, e ka mund, duro. Apo e ke ti? Aman ti e ke ti. Kjo është ime, ha? Se qesh më, po ka për Po se qesh? unë nuk kam nevojë, ti e ke përshkruar me ese letrare, po unë nuk kam nevojë se një tek fjalim mjafton ta tregoj. Lojtari më i mirë në histori, e gjeta. Jo, e di. prit. E gjeta po lëre. Unë jam një lojtar Po. që erdha me shumë lavdi te Real Madrid. Erdha i artë te Real Madrid, por u largova me balt. Nëse ky është Ronaldo, Jo. S'është Ronaldo. Po nuk ta përshkruaj ka letra Ronaldo, jo. erdha i artë u largua me balt. Mendoj. Erdhi me pritshmëri. Erdhi me top të artë, zotri. Oh! Braziliani. Është brazilian? Po. Ricardo Kaká. E pra. Dakor. Çka ke për të thënë? Dakor, të është e vërtetë. Çka ke për të thënë? Po te Dështuat, doji Mourinho. dështuat, Te doji Mourinho. dështuat një nga lojtarët që në atë kohë ishte më i miri për Brazilin e vet. Si ka mundësi? Kjo, dëgjoj, tani se më kujtua kjo fanella. Shiko Kjo çfarë foto e fanella kam vënë, shiko Ka çfarë qenë viti 2012, që më ka pas Real më të frikshëm se ky vit, me Ronaldo, Benzema, Kaká, Ozil, Sa ka dalë Real Barcelona atë vit? Së marrë sa ka dalë. Mos ka qenë 50-0? Jo, 5-0 ka qenë 2010-ën. Kjo ka qenë 2012-ën, që Sa na mirë hoqi mban Bayernin më, gjithë sa mirë mban më finale. ditët e hidhur aty. E di që kam qa, ke nesha 5-0 kam qa, kam ikë dhom kam qa. Nuk kisha dyshim fare. mirë ta Nuk dish. doja me të pyes sa thash nuk do Po me këtë tregu. sezon kemi qenë super skuadër, na hoqi Bayerni kot të kotit. Dhe këtë sezon morëm La Ligën duke ju rrafur ju në El Clasico nesër direkte Pas keni qenë mirë me fare. kalmën e mirë njohur të Ronaldo, se mban mend? E mban mend Jo, me nuk e këtë mbaj fanet mend. ka Nuk qenë. para vuj kaq shumë këtë se çfarë këtë ti. fanet Nuk e ka mbaj qenë. mend, nuk e mbaj mend. Kaka keq më vjen por Florin Betesh. Jepi miku im. Flori nuk mbetet edhe se Flori i ku Jepi, bëhet te more, Reali. jepi. Flori ka qenë te Milani ai. Bravo. E shef kamera, e shef. Gjithmonë kam pasur vendin më të mirë të mundshëm për të shijuar golat e Ronaldos në El Clasico. Dura. Pata probleme edhe me vetë bordin e Barcelonës. Edhe tifozët e Spanjës më vërshëllyen. Jam aq mbrojtës koti sa edhe Shakira më dribloj. Jepi miku im. Por. Gjej Mund të jetë lojtari. mbrojtës kote ky. Oh, kot Por fare. ajo foto ti me 5 gishta lart Bernabeu do ngelet gjithkohën apo? Apo? Falenderoj që është Trevisa, do kisha thënë një llaf tani për ato Thuaj, 5 gishat thuaj, atit. thuaj. Mund t'i fusi ku doj. Po çali ja futi Realit atë natë. Ja futi Realit atë natë. Hajde, ik me gjatë. Po ik me gjatë Po lojtar se koti. po keni domo do. Brojt Koti e ka majt Ramos i tërkohës ke Spanja, po hajde. Çali dhe ka kjo? Brojt Koti. Jo, nuk ka. Je ta thush u këtë bindoj gjë në që burg. e dribloj Shakira, po qeu, e bukur shiko, ishte. Imagjino, ti je tifoz i Real Madrid, merresh me jetën personale që parë më the për Masatuono, si e ka ai. Tani më thua jo po Courtois, jo po Piqué, merr me futbollin, jo Sepse me ne jetën. shënojmë brenda dhe jashtë fushën me gojim.
Zakonisht që kanë shënuar. Ja, brenda jashtë shënojmë, fuqishëm. Okej. Kam unë. Po marr këtë. Pse qef për zonetar, për të valzive jetën, për Po se kam gjithmonë një përshkrim perfekt për ta bërë. Tani. Do mbetem gjithmonë numri 2 në futboll. Nuk dua ta përshkruaj më shumë, vetëm kaq, do mbetem gjithmonë numri 2 në futboll. Ky unë e di kush lojtar është, por numri 2 në futboll do ngjelet Messi. Ky është i madhi Cristiano Ronaldo. Ja. I madh është. Vjen keq kur e them, Nuk është numri 2. Numri 2 do mbetet gjithë jetën. Shiko, shumë lojtarë mirë, e pranoj që është mirë, po do mbetet 2 nuk është keq. Pra podiumje. Marcel, këtë e pranoj shëtar shumë mirë, duhet ta presh, ma hapësh mua ta kem kështu për. Ta postoj shpesh herë. Postoj kur dush. Mbreti është i madh. E di sa vjen keq, se e respektoj si lojtar, me thënë drejtë. Respekton. Por duhet të riqet para se shkojnë 1000 gola se po vull shumë i shkëti për të arrit. Pse? Edhe po super gol me Al Nassr. Më dëgjoj. Super gol për Al Nassr. Tifoz ekipeve arabe, më dëgjoj pak. Duhet me u tërheq para kohë. Këta, nga MLS-ja. O zot. Duhet me u tërheq. Po amane. Mos u bën ushnjarë. Duhet me u tërheq. Nuk ka, do bëj 1000 gola, 2000 prapë, dyti do mbetet. Tjetër ka vajt 8 topatar, nuk intereson. Ti rreshtova 5 që kam marrë me mik. Lere hat. Vazhdo. Sa bukur. Por ju nuk më plaste fare. Kështu nis fjalia. Kush është ky? Mungoja në shërbitje shpesh herë. Një herë humba edhe një ndeshje sepse fjeta më shumë se ç'duhet. Harxua çimet e kokës për mua. Së fundmi, ju lash talentin tuaj duar bosh. Thuaj emrin. Asa olla fjetë të 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 na ka ofendu ka shumë. Ka fjetë gjumë në karat e Barës? Ka një ndeshje të Barës se kishte zënë gjumi. Nuk kam më nuk. My bro don't give a fuck për ju fare. Fare. Nisëm me fjalën e fundit. Së fundmi ju lash talentin tuaj duart bosh. Ai, të merri juaj. Përshkrimi është potent. Pas ke bë me hile, si zbujt e ti ka nevojë dhe unë. Po shkrim, ishte i saktë, më kështu është vërtet. Ishte po. Me ju ka tallë me nderin servitje nuk dilte. Jo, ky është tallë me veten e vet atë. Është tallë me ju më. Ky ka ju ka marrë lekët. Ka ofendu vetëm familjen, gjithë popullin francez. Më beso ai nderoi vetëm me topin e art. Po ai nuk e dinte se do vinte ardhmë aty. Shumë në rregull ai mikuim. Ai ka qenë një nga lojtarët më shtrenjtë që ka bler Barcelona. Ai është ndër lojtarët që me ju ka tallë me nderen. Jo, atë nuk e them dot. Dhe kur them ndër, kam në mendje dy tjetër që kam bërë gati më vonë. Po vazhdojmë pak të ngrej lojtarin unë. Pse ke edhe një, do të kesh edhe një tjetër miku im. Një? Po je ti me round, domethënë. Po do të kesh dy lojtar tjerë. Po pra, un kam edhe një round, ti ke edhe dy. Okej, prap nuk jam dakord. Çfarë është ky? Se çesh prap më çfarë ke? Pyetja çfarë është ky që ndron shumë. Se lojtar futbolli nuk e di është apo jo. Është pak e dyshimit. Atëherë, më shqetëson që qeshni ju të dy, se është konfirmim. Unë, po them fjalën e tij, unë kisha prirë për të bërë kasap. Por gjatë rrugës gjeta një top futbolli dhe vazhdova të luaj. Por ky është ai mbrojtës që kur vjen puna për sedër dhe për të mbrojtur është i papar. Fakti që ti e di. Ky është ai mbrojtës që në 2016-ën po ma let si vinë burr. Bëri tifozët e Argjentinës të ishin me Francën finale, por jo. Ma let si vinë. Pepe. Ky është Lordi. A ka qenë lojtari më keq? Lojtari më urryer në historinë e futbollit. Lojtari më preferuar, ndër më preferuar e mi. Për ty me Ramosin të dy në qendrën e mbrojtjes, miqtë e mi, ishte një mbrojtje që të merronte këdo. Vetëm një tifoz i Real Madrid mund ta preferoj Pepen si lojtar futbolli. Lojtar më të urryer nuk ka pa historia. Tani un kam dy fleta ty ta ngel një për të ngritur. Se ke lënë mangut ose s'ke marr një. Hape një atë pastaj ta tregoj. Okej. Kë ke lënë mangut? Nuk mendoj që kam lënë njëri. Ke lënë mangut një. Hoqë një ti se the e pashën. Nuk e hoqë, ishte ky i fundit. Harrove pas do unë. Okej. Ky është. Edhe pse jam milioner. Gjë direkt. Po e di po duro. Miliarder. Refuzova të largohesha nga ju ku më kërkuat dhe ju mora çdo qindar që më detyroheshit, edhe pse ishit në krizë financiare. Është legjenda, breath away. Bravo. Është Lordi. Po shikoj, nuk kam çfarë thënë për këtë se ky nuk pati. Patalli me nderin me ju. Jo, patalli me nderin tani është një lojtar. Ju mori lekët, më ka miliona, ju mori lekët. Ju griu. Po çka ka nevojë për lekë të futbollit? Me betë lajm që do bitet e Barcelonës. Një lojtar i cili ka ardhur nga Danimarka, nivel mesatar. Edhe ka luajtur Barcelona, nuk mendoj që mund tallet. Se është lojtar i cili e ka për
Lojtar mesatar. Ju e morët, i dha letë dynjas, ja u Ose mori ne lekët ishim- 1-1. Ishim moment, a di me ka qenë balotazh ky zotëri? Me Depay, më ka qenë me Depay, Me me- Rej Mana e ka qenë. Ka qenë me Depay, ja, Apo mos ja fut Mana, kohë, Rej Mana ishte ke Barcelona në atë kohë ka Ky qenë ka qenë me Depay informacion me De Jong. Barcelona në atë kohë ka qenë Po, Breath lërë, White, ka qenë- Breath White apo Rej Mana për dytë me Jo. Getafen. A kupton ti? Si po tallet ky me Barcelona, ky ishte më i mirë. Ka në atë qenë kohë. ka E, qenë pra. Depay dhe De Jong. Po Ka pra në qenë atë një kohë ka vit. qenë, po një vit Depay dëmtuar pra në atë kohë. Dakor. Tani dëgjoj, e kam unë. E pra ke edhe një ti. Po jo më do të kesh dhe një ti, po ta bëj pa foton ti këtë. Ma përshkruaj pak. I ke shumë pikante ti. Tani isha te Real Madridi, po nuk më vlerësuan kurrë aty. Dhe shkova te ekipi më i mirë në botë për të bërë prapë një lojtar shumë i mirë. Po. Dhe tek ekipi, po. Ma odhi argumentin poshtë. Ta Do edhe thoya argumentin te poshtë. ekipi më i mirë në botë nuk mori të pletën, po e mori dhe aty. Po e ka marrë 6 pletën aty po. Ha? 6 e mori. Po. E mirë Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Nuk 6 trofe, 6 ka 6. Samuel Eto'o. Prit tani, se ma- ti ke arru ta bësh O ose ma, se ke bërë ma foto përfundon kastile. mendimin për këtë. Ço ti bëj A ato? hoqë si lojtar pa vlerë do bëj një lojtar shumë i mirë të Ku Barcelonës. ka ik Eto'o nga Reali vlla jot ishte 7 vjeç, smerte veç në futboll. Po tani edhe unë them isha i vogël kur ka luajt Piqué. Nima ne hoqëm këtë, morëm gjatë lojtar të tjerë, më sa ne kena ish dhe Robenin e tjerë dhe Unë zëvendësum. po them për një lojtar që Ne ka do te me rivali ka- juaj direkt. Aman, Nuk vetëm ka ju pa- mos flisni. Nuk ka pa shumë Vetëm ju mos flisni Ka për do t'ju plus. marrë lojtarët nga Figon. spektakël. A ishte Po a them ishte për blerja më vitet e spektakolare. fundit, vitet e fundit. Ore zotri, a ishte blerja më spektakolare e Jo, Fikos. jo. Shkoi Perezi si ata në për filmat e diti, ajo muzika, si është ajo muzika, rroba 50 Shades italiane. of Grey, po. Jo më çfarë fitishte ajo Po çfarë italiane. filma është bën tregon. Perezi ja u mori Figon, ju tha Barcelona Figo, urdhra. Faleminderit. Gjinçi të lojtarit, sepse se ke foton. Po nuk Gjeta më nuk e ikje. di ku ishte. Ishte ka stile ti rrezik e parë, po s'ka problem. Jeni aq budallënj sa paguat 160 milion euro për mua dhe më çuat në huazim. Duro të lutem. Te ky huazimi ju futa 2 petlla dhe festova teksa ju degeneroheshit në Champions League. Si ajo shpreha e urt, ta ka bër gruaja? Ti ma prisë ta thoja unë. Po do ta thoje po ti prisë pa ta ta thoja thoja shijonte. Kush është Tani, lojtari i im? Ky është Filipe Coutinho. Bravo. Më vjen shumë keq që ka bërë 2 gola Ky në është kafe. i treti që ka talë me nderin me ju pas Dembeles dhe mbas Pa të Brand futën White. në Real Madridi sa ka pat. Asnjë. Nuk ka pat. Asnjë. Ti ke lut Po me më do që Coutinho, ke mos lut me mi qera. Lassana Diarre. Diarra është super lojtar. Po, E shiko- mbete Mourinho spektakël me sfush. Zotri, ai është thjesht Komento pak Filip ai Coutinho. është thjesht Hazardi i Barcelonës ai. është. Coutinho, Filip Po pra, Hazard Barcelona, po ai Po është. Dembélea? Dembele. Braithwaite, Dembele është Kakai. Kakaja. Po Braithwaite? Apo nuk do të marr gjithë me radhë. Nuk do të marr gjithë me Je radhë. dobët miku im. Je shumë dobët si ti, si skuadra jote, si lojtarët e tu tek e tek. Unë jam dobët. Dobët. Të dielën flasim prapë bashkë. Të dielë e kemi vënë bastin. Si ti më parashikosh, unë e thash, parashikimi është 3-0 gol Mbappé asis Güler. Parashikimi jot? Parashikimi im. Ne jemi mësuar që pa katër gola nuk i lëm. Kështu që po them këtë herë, po tregojmë tolerant, po bëjmë vetëm 3. 3 gola ju. 1-3. 1-3. 1-3. Basti është publik. Në rast se fiton Reali Madridi të dielën, në 6:30 do jemi live. Flori vesh fanellën e Realit. Në rast se fiton Barcelona do vesh fanellën e Barcelonës, po këtë mos e shpresoni se nuk ndodh. A të bën ti Në kjo? 6:30 të dielën jemi live. X-Play, çaj. Do bëja një koment nuk po e bëj. Jemi live në 6:30 të dielën. Ndërkohë tashmë Flor, Po? unë dhe ti e mbyllim këtu, por pas pak do të vi ajo, Ne nuk fillojmë me gjë me mbyllëm atë. nuk po ndajemi. Nuk po ja fund lidhjes tonë Okej. akoma, ma e dorën. Jo, jo. Jo, këto prekje se na përdorin kundër gjykat. Por, tashmë do të vi për pak fare një super gazetare, moderatore, por dhe tifoze futbolli. Me kë është Real Barcelona? Ajo e tha që është pak e Barcelonës, të dha ndimet e Ftoj, jo. ftoj. Pas pak Ftoj. Trevisa. Ajo që tha Frenkie de Jong para Bellinghamit, përpara jush Trevisa tufa. Trevisa përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që na erdhe, kënaqësi. Është kënaqësia ime. Faleminderit që janë dy veta këtu që marrin vesh nga futbolli. Tani Që di që prit marrë De se Jong toj se ishte më më çan mirë. zemra, Një më minutë prit se- më çan Okej, zemra. okej. Se kush Pse De Jong para Bellinghamit? Unë nuk thash De Jong para Bellinghamit. Ah. Janë dy lojtarë me dy stile të ndryshme loje. Pra De Jong është më shumë që luan taktikisht, edhe luan pak më mbrapa pra në është fiks pra stilin e Barcelonës, ndërkohë që nga ana tjetër Bellingham është më shpërthyes, luan më parë, të jep golin. De Jong sta jep golin. Tani te formacioni, pse do të ishte aty? Po s'unë jam e Barçën o burr. Çfarë përgjigje do tjetër o burr? Unë zi jeta me Çfarë përgjigje do tjetër? Ja me Barçën, ti pret që unë them. Unë Po, zi jeta. Bellingham është më i mirë, po jo nuk do ta them Sigurisht. kurrë. Me këtë fanellë u them Bellingham është më i mirë, jo Po pra. ti je realist. Ti do jepi. Po ndërkohë,
Zbulojmë më shumë për Trevisën. Trevisa tifoze e vjetër e futbollit, pra ty të ka sjellur pasionin për futbollin këtë gazeteria, jam i sigurt. Por ta nisim pak me si nisi dashuria për futbollin dhe specifikisht për dy skuadra që mund t'i thuash dhe vetë. Duhet ja thojë ti se vetëm do t'i thotë. Bukur. Jo, nuk i them, nuk kam se t'i them. Dhe i zbuloni gjatë bisedës. Si nisi dashuria për futbollin. Unë mbaj mend babin, domethënë kur kemi qenë të vegjël, babi shifte shumë futboll. Sot po. Dhe atëherë domethënë llogaritë në 2003-shin, 2002-shin, që unë kam qenë shumë e vogël, kam qenë 3-4 vjeç. Gjithë kohën ndeshje. Edhe më kujtohet, domethënë kam një kështu që gjithmonë kur luante Juventusi, kur bënte gol, ishte një zhurmë gol. Realisht e kujtoj shpesh edhe I them babit, po ti ke pas bërtit shumë se nuk bërtet ai shumë tani se është shtuar. Se nuk bën gola ai shumë ndoshta. Edhe kjo ka qenë ajo që më ka tërhequr shumë, duke qenë se shihej shumë futboll në shtëpi ton, plus babi më ka marrë stadium që e vogël, që 3 vjeç, edhe mua dhe motrën na merrte për të parë Partizanin. Edhe sigurisht po të rritesh me atë frymën e futbollit edhe të sportit në shtëpi, nuk besoj që devijon, është e pashmangshme. Pastaj ka qenë edhe vetë tipi im që kam qenë pak si çun haram, që fëmijë po. Shumë haram. Po tani po nuk qepa ashtu, nuk bësh dot tifoz futbolli, Po ashtu se tepër për gocat. babi nuk ka patur çun edhe unë isha çun I shtëpisë edhe vetë në sjellje, kam qenë shumë rrifesha me çunat e lagjes, luja me top, kam qenë fiks çun haram. Çfarë pozicioni lushe? Pozicion tash unë Portiera, luishi me Tipo çunat futboll lagje pozicioni ishte futur por din pe golin ktheu por Më falni mua. Se unë shketim portëria për herë. pozicioni Ka Xholit. pastaj dhe në port, po s'jam aq e mirë, sigur. Tani ti je gazetar sporti. Si ishin këto fillimet e tua dhe si vazhdoi kjo rruga? Ishte pritshmëritë që kishe në fillim? Me të thënë drejtën, nuk isha menu ndonjëherë veten time gazetare sporti, kur kam qenë e vogël. Kam pas ëndër çdo lloj profesioni Përveç tjetër, veç gazetarisë deri në një pikë që arrita të kuptoja që realisht çfarë po kërkoja nga vetja edhe çfarë doja. Dhe duke qenë se unë kisha shumë qef futbollin, e vetmja gjë që mund të më përshtatej ishte gazetaria sportive, sepse vetëm në këtë pikë mund të bashkoheshin dashuria për futbollin dhe dashuria për profesionin. Për të bërë futbolliste nuk provova kurrë apo? Nuk provova se nuk jam e aftë. Okej. Tani unë e di këtë gjë dhe nuk kam si. Një fjali që duhet ta thosh edhe Pepe. Pepe Stivishanash. Nuk jam i aftë, prandaj nuk do ta Pepe provoja. Stivishanash. Ka mundësi mos e bëj personale. Pepe është mirë, po nuk sa pa ka përmend. ashtu. Po e mban mend kronikën ose raportimin tënd të parë, Po. ato sikletet të parë. Kush ka qenë? Ka qenë derbi. Ka pas qenë keni Partizani Tirana, ka qenë në Selman Stërmasi, është luajtur në shkurt të vitit 2017, nuk kam mbajtur më datën fiks. Por ka qenë raportimi im I parë, pa filluar akoma punë, pa shkuar për herë të parë në redaksi. Thjesht më mori, ka qenë kryeredaktori I RTS Sportit në atë Pano Xhixho, tha do fillojmë punën, tha dhe do bësh gati për derbi, do dalësh bashkë me kolegen tjetër për Jana Elezi. Ajo ishte për Tiranën, unë isha për Partizanin. Emocion të merrme domethënë. Unë isha 18 vjeç, nuk kisha punuar ndonjëherë në media edhe që ta dija si funksiononte, çfarë duhet. Kisha parë sigurisht shumë se thash, duke parë edhe futbollin, gjithkohon isha me këto emisionet sportive para pas ndeshjes, por kur e provoj vet pastaj është shumë ndryshe dhe nuk e di, emocioni veçantë kam patur në intervistë Ledio Panon atë ditë. Dhe duhet futesha, të flisja pak mungesat, atmosfera si ishte. Ka dalë shumë mirë për hir të së vërtetës, nuk e prisja që unë dilja aq mirë herën e parë, po pastaj kuptova që kjo puna jon do shumë punë për të bërë, për të arritur, po themi një stat të caktuar, se nuk po them se është si puna e mjekësisë që gjithmonë do shumë për të përparuar. Mjekësia gjithmonë del diçka e re dhe gazetaria do shumë të punosh që të mos ngelesh në vend se ndryshe. Duhet të jesh gjithkohë I përditësuar me gjën e fundit. Sigurisht, shikoj, disi është puna jon është kështu në momenti që ti nuk përditësohesh dhe mbet po në vend është ai brezi I ri që vjen edhe pastaj sigurisht në një pikë do të stopohesh sepse kjo është më së normale, po që
duhet të mundohesh ti për veten tënde të japësh më të mirën çdo ditë, vetëm në këtë mënyrë pastaj do të bësh maksimumin si për vete, por edhe për ato që të ndjekin dhe kanë vite që ndoshta mund të besojnë tek ti dhe të kanë parë që në hapat e parë dhe jo sot që un kam 9 vite punë pastaj. Trevisa e nise, siç e the, tek RTS-ja dhe padyshim dhe për fat keq tek RTS-ja ke punuar me tashmë të ndjerin se Mirdemi. Largimi ti nga jeta ishte ti që reagove, domethënë si ka qenë marrëdhënia jote? E shoh që të skuqen pak sit. Lali ka qenë i tresnim Lali. Lali ka qenë njeriu më fantastik që unë kam punuar edhe jam i sigurt që do të punoj në të ardhmen. Domethënë po të pyesësh një njerëz që ka punuar në jetën e vet me Sajmir Demi, nuk besoj se do dalë dikush edhe thotë që ku dijon ai ishte negativ, ai ishte Lali ka patur një buzëqeshje që realisht rezatonte mirësie dhe vinte çdo ditë aty tek puna. E vogla, hëmi pas ke ardhur ti, domethënë son isha më e vogla dhe sigurisht më përqafonte gjithë kohën. Edhe më thoshte gjish ndaj burr të martojmë. Ja mo I thoja unë jam 18 vjeç, më thonë hajde të martojmë. Dhe po ama kam një gjë që ta premtoj, thoja që unë kur të martohem, kur të më çonin në altar, një krah do kem babin dhe një krah do të kem disa realisht, unë kam qenë shumë e lidhur me Lalin. Ai ka qenë prind për ne, kam përshtypjen jo vetëm për mua, por edhe për Sabinën, edhe për Pejanën, domethënë ai ishte Ai e krijuar të treshen pak a shumë, ishte ideatori e saj, se ishte shumë treshe simpatike, tre bjonde. Jo, sepse ka qenë Pano ai që ka bërë audicionet për të marrë goca për sportin. Ne jemi njohur pastaj tek redaksia e lajmeve, sepse duhet fillonte RTS Sporti, po aty pastaj u mundua që ditët e para të punës, mua për shembull dhe Pejanën na linte bashk, që të mësoheshim dhe me njëra tjetrën. Shkonim në një konferencë partizane, shkonim të dyja, pastaj nga aty shkonim tek Tirana. E kuptoj, ishim shumë kështu, po Lali ka qenë, nuk besoj që do kem një njeri kaq të mirë që do punojnë më në jetën time, se për të punuar nuk kam punuar me një njeri të tillë, përveç Sajmir Demit, ai ishte i mirë, aq pozitiv. Ne kemi qenë familje, domethënë flisnim me bashkëshorten e Lalit, me çunin e vogël Bjornin. Unë sot e kësaj dite flas me bashkëshorten e tij dhe domethënë ishte shumë më shumë se punë. Ai ka qenë njeriu më Unë nuk e besoj realisht sot e kësaj dite që Lali nuk është më. Sinqerisht, ka qenë shumë e vështirë atë ditë, unë kam qenë në spital kur na morën edhe na thanë që Lali nuk jeton më. Kishe folur me Lalin, ma 2 ditë përpara flisnim shpesh. Dhe më patë thënë do të çoj një shkrim të ma shosh, pak se e kishte këtë të vetën që kur bënte shkrime, dhe ai kishte shkrimet fantastike dhe unë nuk e di domethënë nëse do dalë me një njerëz si Sajmir Demi që të bëj ato lloj shkrimesh. Nuk Edhe thoshte do I shifni një çik se kishte qef në korrigjim ose në. Jo merrte një mendje, një mendim. mendim. Po, ishte shumë, nuk e di do t'i shohësh një çik, po më I thoja unë nise pak. Edhe ai shkrimi pastaj është botuar në gazetë. Një ditë pasi ai e ndroi jetë edhe unë gazetën e kam shtëpi sot e kësaj dite, edhe nuk besoj që nuk besoj, po nuk vetëm nëse bie në një zjarr domethënë, nuk ndodh që ajo gazetë të iki nga shtëpia ime. Është Nuk di. Nga gjërat më të bukura që na ka lënë Lali. E shoh që për ty ka shumë rëndësi, ta ka thënë që e ke bërë krenare, është premur krenar për ty. Kur unë ndrova punën në atë kohë që shkova te Newsi, më merrte në telefon dhe më thoshte që Lali ktheu. Nëse si mirë ktheu, thoshte. Ktheu, po ti po del shumë bukur atje. Ishte shumë E di që nuk do donte të më shifte duke qarë, se kështu ka qenë gjithmonë kur unë prekesha, se nga që jam natyrë që prekesha shpejt, ami mos qaj, ti mizë, më thoshte mua. Edhe, po gjithmonë më merrte në telefon, edhe një vit pas që unë isha në News, Lali, do të vish, të flasim këtej të marrim prapë. Ka qenë shumë po që e dia, ai më ka mësuar të shkruaj. Ai, në fillim edhe unë se kuptoja se realisht unë pata filluar dhe shkollën e gazetarisë 3 muaj përpara, po s'kishim mësuar të shkruanim edhe shkruaja unë një kronik, ma griste. Mërzitesha, thoja unë qa bën ky, bashkaraviste, gjithën. Një fjali bën të më linde nga ku di unë 30 fjali. Po qa bën më Lali, thoja se nuk bëhet kështu. Po më gjë mua, thoshte, se ke bërë mirë. Dhe kuptova që pas 6 muajve, kur I shkoja për të redaktuar tekstin,
Fillove ti më thoshte më, po ika se s'ke më nevojë, do të thënë ishte vetëm ai fillimi edhe kuptova që mund të shkruaja. Unë mund të shkruaja dhe fal vetëm sa i mirë demit, sot e kësaj dite unë mund të shkruaj jo një tekst kronike, se të bësh një tekst kronike është shumë e thjeshtë. Futu aty edhe bëj se ç'a do thuash, ato 5 pyetjet e famshme të gazetarisë janë. Puna është që ti të bësh një tekst ndryshe. Dhe sigurisht nuk jam në nivelin e Sajmirit, nuk do jem kurrë, është e sigurt, nuk besoj që do ketë njeri si shkruante ai, por mendoj që ka bërë një punë të mirë me mua, me Pejanën, por dhe me Sabinën gjithashtu. Duket puna. Më pas e ceket pak largimin nga RTS-ja tek Newsi. Si ishte? Erdhi një ofertë, kërkove ti, e mendove shumë gjatë, vendose me njëherë, se e dim që këto ndryshimet e punës janë pak, ke pasur dhe pikpyetjet e së ardhmes, si ishte? Jo, me thënë drejtën, unë s'kisha kërkuar për të larguar, kisha 5 vite në RTS, dhe më thënë, isha mirë, nuk isha keq. Sigurisht njeriu kërkon për më mirë, por që në atë periudhë nuk e mendoja largimin. Më vjen një ofertë nga kolegu që unë punoj tani, Erion Shkambi, për Sport Newsin, më thotë që kemi një vend për të bërë, na duhesh për moderatore, gjithsesi duhet flasësh me drejtuesit, nëse do, dhe unë faktikisht unë isha në shtëpi atë ditë, them babet, më babit, shkoj se unë jam një njeri shumë i keq. Tek kjo pjesa. Jo, realisht, unë nëse lidhem me diçka, nëse unë e dua këtë shishën e ujit, Nuk e le dot më. Nuk e le dot më, realisht, edhe këtë do ta përdor deri të thoj, po hiqe më se nuk përdoret më e gjëja. Hiqe se bëri reklamën. Jo, po realisht është e kam edhe me rrobat, e kam shumë të vështirë. Më mirë mbaj 5 gjëra që i kam shumë qef, derisa të grisen se sa këshish edhe me punën, nuk e shija dot veten, unë në një punë tjetër. Dhe babi, po shifë njëra, babë se s'ke qa më tha mua se okej, takova drejtuesit tu, ka qenë diku te mesi gushtit. Pa nisur sezoni i Dhe unë kam filluar punë në News 24 në 13 shtator. Një muaj për të menduar, se e kisha shumë të vështirë. Fillon kampionatin, filloi Liga e Kampionëve, vetëm televizia nuk filloi. Televizia në gjithë intervistat që ka bërë ti, më bukur apo më veçanta që ban mend, cila ka qenë? Intervista më e bukur? Ose më e veçantë. Një që ka ngelur mendje. Se televizia kam bërë goxha, kam Po marrë patjetër. pafund. Janë shumë, po nuk e di, do kalim të ajo që të tash, se po i thoja Diamantos me mesazh që shikoj me memorie nuk jam fare mirë. Po, unë mendoj që kjo e sotmja. A kjo tani? Kjo është me takt. E Kjo kuptoj, është takt. profesioniste, por dhe e squar në komplimenta. Më pëlqen sepse është shumë fani, nuk e di, më pëlqen. Pastaj kam patur një intervistë që e kam bërë në dhjetor të vitit të kaluar, por aty kam folur më tepër për tej punës edhe për mamin, se nga që e kam patur një periudhë shumë smur, edhe ishte një moment që unë fola për gjitha të gjë dhe ajo ka qenë shumë e mirë si intervistë për mua, sepse pata dhe këto shpërthimet e mia emocionale të gjitha. Edhe kuptova dhe mendoj që dhe njerëzit kuptuan se sa e lidhur jam unë me familje, se ndonjëherë njerëzit thonë që se këto janë goca televizioni. Po, i shohim nga ekrani. Mendoj që nuk ka halle, po. Ndërkohë unë sot e kësaj dite jam 27 vjeç, nuk e kam marrë kurrë iniciativën që të largohem jashtë Shqipërisë vetëm për shkak të familjes time. Edhe nuk e di, atë i them babit, ore, kur të martohem. Dhe marrësh pinë për ballë. Pa do të them diçka. Para 2 javës po flisnim për këtë gjë me të shtëpisë dhe babi, unë tha do ta bëjmë kontratë. Që kur të më vite dera, ai joti, do t'i them, goca, 5 ditë do flitë shtëpia jonë, dhe ti do ta marrësh vetëm në fundjavë. Kontratë azimi. Ju betojmë kështu më ka thënë tekstualisht nuk gënjej. Edhe nga që jam shumë e lidhur, i thashun, ide e bukur. Po më pëlqen dhe ide. Që me qerallafi, përshëndesin pak dhe mamin e babin e televizion, se kanë bërë dhe një punë shumë të mirë. Një gostori dhe mami tashmë është tullë, është top. Është shumë mirë, shumë shqyr bukur. zotit. Jetë sa më të gjatë. Faleminderit shumë. Tashmë hym tek hallet e fushës së Blerët. Te kombëtarja shqiptare dhe vetëm. Dhe e Kosovës. Trevis, kombëtarja shqiptare shumë pranë vendit të dytë. Kombëtarja e Kosovës shumë pranë vendit të dytë. Si ke parë deri më tani? Shumë pranë, janë aktualisht Në vend të dytë, Jo, por urojmë për ta ta ruaj, finalizuar. deri shumë pranë play-offit. Sigurisht. Dy snajper ashtu nuk të falin milimetrin. Nuk ka gafë këtu. E ke pa varin si ta kap tani. Me vetull, po dole vetulla. Si ke parë dy kombëtarë deri. Shiko, shqyr zotit që patëm këtë muajin tetor që na ngrofi çik zemrat se
flas për kombëtaren shqiptare fillimisht, pati një ecuri jo të mirë. Përtej, domethënë, fakti që ne kemi 7 ndeshje pa humbje, pra nuk njohim humbje, nuk na dha një... Edhe nuk po fitoni. Nuk po fitoni, nuk po bëni një lojë të mirë, nuk po jepin asgjë. Nuk po shtoni gola, nuk po nga ngre ajo raste, kombëtarja probleme, po. që ne kemi parë kur u kualifikuam në Europian vitin e kaluar. Kështu që gjithë tifozët ishin shumë të ngarkuar, sigurisht, se në fundit futbolli për tifozët është, edhe mendoj që ajo fitoria me Serbinë ka qenë gjëja më e mirë dhe në momentin e duhur për kombëtaren shqiptare. Sepse përtej faktit që u mor vendi i dytë, jemi vend dytë në poshtëm Serbinë, po themi u afron pak edhe me tifozët edhe bën shqyr zotit lojë shumë të mirë. Unë kam dëgjuar nga ata që thonë që nuk e duam fitoren e botrorit, në mjafton fitoren me Serbinë. Pra deri këtu shkon ajo niveli i kënaqësisë në këtë ndeshje. Dhe fitore e këtij lloji është ajo që mbyll dhe grupat që janë hapur kur ne ishim në krizë, sepse sigurisht u harruan hallat aty. U harruan hallat. U afrua, unë kam qenë live atë natë mbas fitores, dhe jemi live natës, jemi live. Dhe e pyeta gazetarin tim që ishte në terren, i thoya të lutem pyet pak a ja falim Rejmanajt atë penalltin e humbur në Air Albania në muajin qershor, me atë gol domethënë se sigurisht të gjithë nuk doli një që thoshte jo vlla, po prit mëse mund të kishim 6 pikë sot ne. Jo, ishte mjaftoi që bëri sot gol, edhe ishte e çuditshme që e shënojnë në po të njëjtin minutë që edhe kishte humbur në. Nuk mendoj që futboll ka një rast të ngjashëm. Nuk mendoj që ka. Ja që doli. Gjithë botën e futbollit, pra ky duhet të jetë një rast unik, që te njëjti minutë, njëjti sekond bën njëjtin veprim ndryshe. Çuditshme, nga krau tjetër dhe Kosova. Po patjetër. Poshti pasaj Suedin me mungesa Kosova po prap shumë mirë. Kosova ka një ekip shumë të mirë. Realisht, mua më bëhet shefi që dhe uroj shumë që të kemi të dyja si përfaqësuesen e Kosovës dhe si kombëtaren e Shqipërisë në Këndarja ishte e bukur. Po s'mund të jetë komb Kosova. Kombëtarja është shumë mirë. Kombëtarja është kombëtarja kuqezi që mbledh gjithë trevat. Kosova është përfaqësuese, kështu që nuk mund të jetë kurse si, nuk mund të jetë komb Kosova. Ato që thonë është komb, e kanë gabim. Edhe për këtë, hajde përballen, jo vetëm me kombëtarja është një, kombëtarja shqiptare. Domethënë, unë që kur punoja në RTS në fillimet e mia, në tekstet që bëne, e kisha kështu, kur nuk e shkruaja, se ka njerëz që e shkruajnë kombëtarja e Kosovës. Unë nuk e bëja kur. Unë dhe sot e kësaj dite po ta shoh dua ta korrigjoj. Por s'është komb. Është përfaqësuese. Përtej gjithë dashurisë është përfaqësuese, komb është vetëm Shqipëria. Flamuri kuqezi është ai që i mbledh gjithë shqiptarët. Kështu që më vjen shumë mirë, thash, uroj shumë që të jem të dyja në play-off të paktën. Ekipet. Në play-off pse jo edhe në botror, sepse shef të mundur? Shiko, nuk kemi ekipe shumë të mëdha në rast se shkojmë në play-off. Do të kemi paktën Shqipëria o ekip si Hungaria, si Çekia, domethënë janë ekipe që ti mund t'i mposhtësh me pak që jemi me pak fat. Me pak fat edhe me shumë punë në fushën e blerë, sigurisht. Tani ti Çekin e ka rraf. S'është se ka rraf. Tash ti ke rraf edhe Portugalin para shumë vitesh edhe Francën. U shkarkua trajneri, kështu që ishte batuta që na bini Brazilin tani që jemi nxehtë, tani që mos e dim. Që po tishim tani këto ditë nuk kishim frikë fare. Kështu që pse jo? Tjenë të dyja, me pak fat dhe me shumë punë edhe me këmbë në tokë mund t'ja dalin. Nuk është shumë e vështirë. Kosova ndoshta ka dhe pak më të vështirë, po ka në ekip shumë të mirë. Edhe interesante është se Kosova gjithë menduan për emra, për Zhegrov, për Rashid, për Muriq, por janë grup, nuk janë emra. Kjo është po dalin dhe emra të rinj që po bëjnë shumë mirë te Kosova. Po, është vërtet. Shëm ndeshjen e fundit mbrojtja. Po unë do të shumë të ishim një kombëtar, nuk e di do jetë e mundur, po të ishim një, mendoj që kjo do ishte ishte vend parë te grupi do na kishin shumë frikë. Patjetër, patjetër. Do na kishin shumë frikë, por do ishte edhe ky sikleti pastaj që kush do luante. Këtu, nuk e di ta shihni ju, ka një PMTP, që dalë ta thotë vet. Pse tatuazh ai dhe kuptimi i asaj shprehje. Po ti e the pra është tifoz e Partizanit, çfarë them? Po. PMTP në ditë gjithçka. Çfarë PMTP Flori? Për jetë me dy Partizan, por... Bravo, Flori! Bravo, Flori! Por... Ka thënë ai tjetri. Sa kohë ke tatuazh? Unë tatuazhin e kam bërë kur kam qenë në moshën 16 vjeçare. Ishte derbi. Për derbi? Ishte derbi. Unë kam qenë e ftuar në 2 studio televizive. Kam qenë në mëngjes, në një televizion,
Dhe pas si mbarova atë isha për te një televizion tjetër mbas dite. Thash unë do bëj një tatuazh tani. Një të marrë atë E shokun bërë tim. ndërmjet kësaj kohe? Po, kështu pa e menduar, realisht të betohem. Një të marrë atë shokun tim telefoni, thash je te studio se dua të bëj tatuazh. Ore ti e çmend të shtëm. Ore je apo si je? Vetëm kaq. Jam tani shku, një të bërë tatuazh. Ore je sigurt të shtëm se këto lloj tatuazhesh për Janë impulsive të momentit. Po, domethënë për ekipin ose për të dashurat, unë nuk i bëj thoshte se e di që vjen i thot hajde ma fshi, po jo më se Jo, për ekipin nuk mendoj që heq një si me dashurat. Se ekipi nuk e ndron, po të Shikoni, dashurat ku i dihet. unë gocë, edhe sigurisht çunat e kanë këtë jemi maninë, si mëse në budallëj, gocë, po. më tani. Thash, ore, bëj tatuazhin ti, thashun se nuk është babi s'dinte gjë fare. Bëj unë, shkoj në studio televizive, do flisja prapë për derbin. Tani në një moment se ku e kap kamera, mër Kapi zoti detaj. madh. Po unë po e fshija gjithmonë se s'babi se dinte. Ai shkoma kam në nxjerr mua. Plan detaj kameramani, plan detaj. Se më zot tash. Kameramani Qa ndërkohë tha të babi, brapa. kur e pa? Babi tani, ja thash unë, si duket do i kish shpëtuar në atë moment, nuk e di se kishte parë. Shkuam derbi, ishte llogaritë në Qemal Stafa. Ato derbi legjendar. Llogaritë Më të pra, bukura unë ato. kam qenë 16 vjeç, se tash jemi Pa. çik të lart. Jo më se të lash, më rregull je, 2016, 2015. Edhe i them kështu kam bërë tatuazh, e pa, po mirë më thamë, është për ty, Sa më për rregull. Në atë derbi ne kemi dalë 2-2. Lere, goli Mazreka nga falli. Ka qenë derbi. 2-2. Qa ndeshje Një ka nga derbi qenë më ajo. të bukur ka qenë ai. 2-2 kemi dalë, edhe ai më duket se ka qenë. Ai, bëri Mazreka nga cepi, ka bëri Ai gol mos Baka e me pastaj Tiranën. Shko 1-0, 2-1 Po, për po, Tiranën, po. 2-2. 6 vjet që Pa, vetëm vetëm fitonte fitore, vetëm dhe kështu. nuk është se mbaheshin në derbit. Realisht atë kohë ishte Dominimi. vetëm ishte, dominimi frikshëm. kalo dhe nuk është se i mbaje mend, nuk e mbaj mend me thënë të drejtën, po më duket se ai ka 99% ajo qenë. është, ka bërë gol 1-0 Partizani, E mbaj pastaj mend bëri edhe. 2-1 Tirana, 2-2. Ka qenë pra verë, në kuptimin që nuk ka qenë kjo periudha e Nuk ka qenë shtatorit e kështu, ka qenë ajo pjesa o duke qenë në mars, o duke qenë në maj, sa të këtë Në periudhë bie gjithmonë derbi, po. Fund prilli, fillim maj. Kjo gjëja ka qenë. Po ta shoh telefonin dhe mund ta gjej, po do shumë. Trevisën me Partizanin, përveç se pasionit, dashuria, tatuazhi, e lidh dhe diçka tjetër që e kam Po ku zbuluar së di fundmi. gjithë informacionet mi gjë fjalë. Zotri, Trevisën e kam parë që në shkollë. Dike më shumë nga Ishte shtuhet. famshme. Jo, bashti, mos flis. Kemi qenë Atëherë- klasën e bash? Ti ke qenë një vit më i madh se unë. Kam parë kur vije në shkollë. Ti thua se më flisja. Po, ja, Unë shkoj në jo, herë shkollë. Kurse unë mbaj mend që kam pa në jetën time kam pa, domethënë nga ekipet e futbollit kam pa atë treshën BBC që ka qenë te Reali. Apo jo? Ka qenë Më të në. Messi Neymar Suarez ka qenë te Rotë Fshe, ka qenë Pejana. Ka Pra, qenë unë e Trevisa. mbajmë Po. Trevisa dilën te ekran atëherë dhe mbajmë. Pra këto kanë qenë treshë më Po, famshme pritë, në nuk futboll, shkëtej. në futboll. Unë aty e njoh. Atëherë, Nuk e di ku e po i njeh ti. thoja. Përpos dashurisë për Partizani, tatuazhet, së fundmi se mund të ma shkoj më shumë. Se do thonë njerëzit çfarë? Mos është Një ndonjëri. kushëri. Jo, mo jo. Është një kushëri. Kalojmë te rubrika Rose dhe faqja fundi. Jo, Që mendoj njerëzit po çpuka unë me to. Nga disa datë. Është një kushëri e Trevisës. Po O, Trevis jeta e pash në story që e hodhe mos gaboj disa ditë më parë, pak një dy ditë më Të parë. shtunën kam patur ndeshje. Ma me trego pak më Shënkollin. Ai është beba ime, Brigish, Suni Hallës, po ai fle me mua, nuk shkon në shtëpi vet, fare, nuk do të shkoj, shko shumë rrallë, saqë burri Hallës më thotë, "Ore, do vina i natë në shtëpi." Ai është rritur me mua, babi im e ka kështu, domethënë, e çon sport që në moshën 6 vjeç, sot është 11 edhe nuk lodhet. Ky është viti i parë tek Partizani. Viti i parë Partizani. Është 11 vjeç tani dhe është futur, është pranuar me U13-ën. Bukur. Ë Pozicionin që luan? mes fushor, qendre. Ah, okay. Është Nuk e Të ndikuar lutem, fare. Një porosi me sfushor qendre, kur shkosh në shtëpi dhe e pyesësh, thot mam. thot. De Jong apo Bellingham apo apo dia, Bellingham, dia, kam dia. pik në zemër. Këtë do e pyesësh. Varet nuk është ai, s'është me Barça ndaj. ai është me Barçën. Shiko. Ah, dajnë më bëj Bellinghamin. Mani më Shiko, bëj nuk Bellinghamin. duket që Trevisa nuk ka ndikuar fare me Barça dhe Partizanin, duket që nuk ka ndikuar fare tek ai. Ai ka qenë 9 muajsh, kur fjala e parë që ka thënë ka qenë Partizani, ju nuk e besoni. Ah, okay. Ka qenë pa thoshte. Nuk thoshte emrin e babës vet, ose të mamit, siç ndodh. Unë që i thoja, në atë kohë kanë qenë lojtarët e Partizani, Trashi, Batha, Hoxha,
Në Gjipi, o po të gjithë këto më Raçi që kanë qenë. Suka ka ardhur pak më mbrapa. Dhe unë ja thoja çdo ditë emrat. Ai nuk fliste, më ishte 8 muaj, 9 muaj. Unë i thoja emrat. Arriti, sa kishte bërë, po themi 1 vjeç, pun ditësh, ai fillon të ja bënte ba për bafën, për trashin ta, për hoxhën ho. Domethënë ishte fëmia. Madje ai dhe kur ka thënë ma dhe ba, do ka thënë mba. Mbaja shumë e po. Ka gjithë detarin tjetër. Unë e kam marrë në stadium që të vogël, domethënë që 7-8 muaj do ketë qenë kur e kemi marrë për herë të parë në stadium. Po, nuk ka dyshime këtë do Çfarë bëj. thotë? Ka dëshirën të rritë Partizani shkojë te ekipi i parë? Ai vdes. Ai thot për te i Partizanit, më tha një ditë, bën kurse për te i futbollit, bën dhe kurse të tjera dhe tha mua tha shiko kur të mbaroj anglishtën se është te nivelet e fundit, të futem tha mua tha një kurs gjuhë tjetër, po thash çfarë do të futesh? Spanjisht, gjermanisht. Tha, të futem italisht. Po pse më? Po ja tha se kur shkoj te Juventusi unë tha kur të rritem. Fakti të di italisht. E pas kema planet deri tek Juvja. Po pëlqen që ka planet e qarta. Me që dole tek Juvja. Kam një pyetje për Juven. Këtë dashuria për Juven dhe java e fundit që Juvja me Komën nuk doli aq mirë. Ai e ka fajin. Doli aq mirë. Ti e ke fajin? Betojmë ai e ka fajin. I thash do humbas. Thash do humbi. Ma tha do humbase. Unë i thash pushoj tash. Atyre te puna, më fal, atyre te puna i thash bonte gol një kopas. E gjeta dhe atë. Frikshëm. Si e përjeton? Kjo humbja me Komën pak e dhimbshme ishte. Se doli dhe mirë në vend parë tani. Tani unë nuk kam çfarë them për Juven, se është një moment të vështirë jo vetëm këtë vit. Pra ka vite. Juventusi ka vite që nuk është më të mirën e Juves që ka qenë. Çu mori Ronaldo në mbrapa. Tani një pyetje. Shiko, me Ronaldo fitoi titull, por ideja është që të gjithë gjërat që dolën mbrapa, buxheti, presidenti që u ndrua, domethënë po nuk ka gjetë rahat, po nuk ka gjetë rahat. Cikli fitues, edhe Juventusi nuk po arrin të bëjë një investim të high rate, që ti thuash, ore, më mirë po heq to 10 copë që kam kot, dhe po marr 5 të tjerë më tamam se tani kështu është futbolli, po nuk investove sot. Unë mbaj mend kur isha e vogël, çan këto ekipe tani nuk kishin fare në atë kohë, ishte Serie A, ishte Del Piero me shokët e Juventusit. Po skraso është ai braziliani Diego ka pas ai super lojtar me sfushor. Po te Juve. Po. Shiko, edhe Serie A nuk marr vetëm Juve, domethënë ka qenë një nga më të mirët. Tani skema fare, më nuk ke emra. Po prodhon më vetë Serie A, vetë futbolli italian nuk po prodhon më talente. A e kuptoti çka kanë kombëtarët italianë? Tani po vijnë moshat dhe lave. Po lëre pra tash. Duke llogaritur Italinë do vjen arrin atë pika që do bëhet si Franca dhe do të fillojë të marrë lojtar të huaj se nuk ke më. Por po vjen prapë në një lloj rritje të vogël kampionati italian. Sigurisht, nuk ka qenë kaq, domethënë vajti shumë dobët, kohën kur kapiten derbi ishte Moldolivia dhe Nagatomo. Pra aty ishte drama, jo, nuk është mirë. Ka ndryshuar pak. Ka ndryshuar, është më rritje. Tani pyetja është tek Juventusi, mos është bërë një vulkan ballkanik aty. Ti thua pak për Zhegrova, pak Vlahovic. Se të kishin një malajzez Maqedonës tjetër. Po, keni ato turkun që bëri golin, po. Keni Zhegrovën. Ke Kostic. Ke sa duash. Për shumë Ballkanas aty, po ndalë me ke Zhegrova. Si e shef? Çfarë të shohun? Se mos po lu Zhegrova. Po çfarë të shohun miku? Kjo është batu. Shiko, jo për fajt Zhegrovës, se okej, tani është dëmtuar. Pas po e fut ai. Po vërtet. Kroati se kemi Tudor, po, edhe trajneri është Ballkanas. Po si shekeni ju aty. Juve madje in Ballkan. Prandaj thash ai kroati që është ai me ne. Po si shekeni ju aty kaq shumë. Ai s'po fut lidarët që duhet tash e blen Zhegrovën gjithë ato lek, po futa vlla ti justifikojnë ai lek pak let ly keq. Po fute, ku diun 20 minuta. Dhe në fakt kur është futur në nuk është se ka bërë keq me Jo, ka bërë mirë. A erdh goli i barazimit në Champions. Okej, nuk ja dha ases, ja dha Vlahovic. Por ndikoi në aksion. Aty ishte në aksion. Dhe i pak po kur fut loj. Kështu që jepi një lloj shanse, ti mos rrit tani rri ai në panking kështu si tremas nuk del as si gjë se po me hiq. Do të heqin e burse të ke 7 neshe që s'po fito. Ku jeti më? Jete Verona apo jete Genova? Jete Juve. Po jo mos nuk ndro as skemën, po me një ton skem, po me njëta gjëra jemi bër kështu, e dim se këdo fus, e dim se këdo heqe. Kot. Është për Juventus. Ska pra nuk. A mendoj që mund të futet Zhegrova Champions me diferencën me Realin për shembull?
Po s'lu, se është i dëmtuar. Është dëmtuar? U dëmtu prapë Zegrova. Po prandaj s'luti për. Mendoj që do marrë ca minuta për. Nuk e di nëse do të jetë, kam përshtypjen që nuk është as këtë javë. Me Realin, edhe legjendat e ngjallën nuk do bëjnë hajër. Ti me ato fanell. Foli kë. Ti me ato fanell thot kundër. Edhe pse do të thon drejtën. Ke shpresa për ndeshjen nesër? Shiko. E thash pak më përpara që futbolli është i paparashikueshëm dhe unë nuk më pëlqen fare me të drejtën këto bastet edhe këto parashikimet, sinqerisht, apo shumë ashtu. Se po shohim ca ekipe që po të bëjnë namin sot ty, që ti as nuk e ke njoh deri ku diun para një viti ose deri para ca muajve. Të shfutaj në Champions, shko tref Juve, shko tref Realin, Kotës, apo e marr shumë. E thonë, ç'po ndodh më vlla, priti minutë. Koma me traf Juve, ne kuptoti tash? Koma. Mos Koma ka bërë sezon të mirë. Ka bërë një ekip të lezetshëm Koma, ka bërë një ekip. Nuk është keq. Po është dhe historia pra tani. Jam shumë dakord me ty unë aty. A dalim te kjo pjesa? Këtë po them që futbolli është i paparashikueshëm. Se po dalim te ajo me fol me histori me të gjitha. S'ke ça diskuto fare, fitoi Juve. Po Komos ka shans. Po çka puti 2-0 e çojnë shpitu çajta. Ma thotë do ta çojë gjithmonë te Real Madridi, po me që këta kanë një ndeshje të fortë për veten Barcelonën. Çfarë parashikimi je për atë ndeshje? Si është efekt klasiko, Real Barça? Unë mendoj që është e vështirë, me të thënë të drejtën. Për Barcelonën, nuk është, jo, për të dyja ekipet, se shiko, El Clasico kemi parë që është bërë nami dhe kur një nga ekipet nuk ka qenë më të mirën e vet. Tani. Nuk jam kondra, me tifozë. Vitet e kaluar për shembull ti e di që vuajt e ka dhe 5 të ndryshme. Nuk do opinionin tënd. Nuk fola me ty. Nuk fola me ty. Trevisa po thoya që tifozët e Realit vjet vuajtën shumë. Ka dhe 5 net duke qarë, nuk jam pak. Shumë. Sapshin telefonin, e vërtet. Po mendoj që se kam aldës do hapsh telefonin pas të dielën. Po do thosh do ule rast të dilëm këtu live don't kesh. Do të marr telefon. Më merr telefon live të dielën. Jo, çfarë marrë meshja? Më ke këtu. Po të jap numrin tim se ku i di. Sa hapë fik. Ore do e hap, të betohem do e hap. Okej, mirë. Si është skuad? A nuk është Reali pak më mirë këtë sezon paktën? Se Barcelona. Mendoj që Barça ta marrë në këtë pjesë. Nuk është Barça e sezonit kaluar. Pra, ka patur këto oscilacionet e veta, por që Barça është Barça. Siç është Reali. Tani Fanella, të vret Fanella. Sigurisht do bëhet për Barça. Patjetër. Që flas. Do të jetë mendoj një ndeshje shumë e bukur. Të vret Fanella. Dhe më vjen shumë keq që nuk do të luhet në darkë. Shumë e shëmtuar ndeshja ditën. Këto ndeshje ditën në një El Clasico e derbi për mua janë gjë më kampionati italian. Kot pa lidhje, jo po hajde të çojnë të luhet tani në Australi edhe Trevisa po të ndryshoje, para se kalojmë te një lojë, po të ndryshoje ti rezultatin e një ndeshje. Cila do ndeshje qoftë ajo? Kë do zgjidhë ndryshoje? Flasim të ekipet në Europë apo këtu? Çfarë dush ti? Ku duash ti? Dorë të lirë mi kisha ime. Mendimi i parë që të vjen. Është një, po unë nuk do ta them atë se më dhem shumë zemra. Edhe nuk dua pastaj se do merren tifozët edhe do tallen. Po do them kë finalen si qesh. E di për kë ka. Finale me Realin? Jo, ka tjetër mohabet. Një nga finalet o me Barçën o me Realin do doja ta ndryshoja për të fituar Championsin. E bukur. Nuk ka faj. Unë e di këtë tha Trevisa, por do them atë. Do mendoj edhe një ndeshje tjetër. E mbam më të ndeshjen Partizani Dinamo që ka humb kupën Partizani, kështu çuditshëm me 9 lojtarë, si ishte ky muhabeti. Apo do të intereson ta ndryshoj atë, le ta vuajmë pak thua. Tani ato kanë ikur burrt, ne kena humb sa e ka ke Juve. Po humb Ligën e Kampionëve. Ti humbi finalen me Ignatian. Po harrova fare ato. Imagjino Trevisa ka të njëjtën dëshirë që ka dhe Gigi Buffon, që ndryshon të një nga këto ndeshje për fituar Ligën e Kampionëve. Kjo është një nga ato, po sepse kemi patur ekip shumë të mirë. Dhe të dyja rastet janë humbur sepse janë zënë o lojtarët me njëri tjetrin, ose janë zënë me trajnerin, siç u zë Buffoni me. Nuk dua të kundërshtoj, por të dyja herët më zhdukur shumë dobët Juve, të dyja finalet. Po pra, po pa të bërë një ecuri shumë të mirë deri në finale, dhe në finale u zën me njëri tjetrin. Se disha unë këtë. Po, janë zënë lojtarët me njëri tjetrin. Janë zënë, pastaj është zënë Buffoni me Allegrin që iku shkoi tek Milani. Po. Në finale kanë ndodhur gjitha, pra të dyja herët nuk e ka mundur rivali. E ka humbur Juvja. Ka gjetë Juve me keq. Sepse humbin fush. Ti në momentin që duhet të jesh ndeshje, që duhet të jesh më e bashkuar, më të konsoliduar se kur, të japsh maksimumin të zihesh me shokun tënd? Po kjo është shembulli që nuk kanë mësuar me nivele të tilla pra. Ama ti pushoti do kalojmë tani te një lojë e cila besoj do të pëlqej shumë. Vari. Marçi do të luaj.
Atëherë kemi dy tabela, po i quaj unë. Njëra ka topin e futbollit dhe njëra ka një zemër të dashuruar, siç është kjo imja, po pak a shumë ngjashme. Atëherë. Jo të dashuruar? Jo, forma. Forma. Kap miq. Ta rrotulloj. Ta rrotulloj thotë. Po gafshi e montazh të vras. Vazhdojmë. Tani unë do bëj ca pyetje. Dhe jo, e kam agripi. Ç'a pyetje do zgjidhni? Floria. Do kem ca pyetje dhe përgjigjet do ngrin tabelën me zemrën apo me topin e futbollit. Pra cili do zgjidhni për këtyre? Dashuri ose futboll? Nëse partneri të fton në darkë romantike, ose partnerja me që jemi dhe në lojë, por atë natë luan Shqipëria, ku do shkoje? Te darka apo te? Nuk është alternativë të shkosh me partnerin te stadiumi. Është o partnerja që do dark ose ndeshja e futbollit. Po më të ndeshja atë natë se do jem punë, jam gazetar, s'kam çfarë bëj. E shty. Po meanwhile, pa pikën e mshirës. Po pikën e mshirës fare, kisha marr leje. Ma thot rralltari kombëtar shqiptare. Nuk kërkon zemra ime për takim romantik. Luhet Shqipëri-Serbi, po marrë neshja shko për takim. Po e shoh kam fleskorën, vjen njoftim po goli. I bi shkurt. Çfarë thot ky? Para zemrës? Nuk jem me bashkëmoderatori im Çoq tani në këtë moment. Jo. Ore zotri. Ata përjashtojmë çuna, ta përjashtojmë. Përjashta, ec dim. Situata u bë dhushme. A ke qarë ndonjëherë për dashuri apo për një ndeshje të humbur? Ose mund ta bësh dhe ku ka shkuar loti rëke më shumë. Unë jam këtu. Derbi, jo të shama. Nuk po e pyes ke cila derbi. Ta kursej. Ti Flora ku ke qenë për futboll? Barcelona me Parisin 6-1, po ka qenë lot gëzimi ato. Të goli 6. Goli Sergio Roberto. E bukur ajo, ndeshja ka qenë. Kështu edhe i thash babit, shit se tani më kujtove. I thash babit ka qenë 4. Imagjino tani të marrë dhe i penalti i Barça, i gol, pa, shkoj 6. Parashikime sigurta. Babi, baba, 6 ore. Unë nuk e di atë ditë kam patur një bindje që i thoya çunave, kam qenë shkolla atko, shkolla mesme, çerri vogël, se do dali 6-1. Po nuk e besoj atë që thoya, thjesht e thoja. Kur nuk e beson, është ja kështu del. Po doli vërtet 6-1. Kur se besoj del. Që me qirallafi, ndërhyjet shpeta, atë ndeshje ishte Neymar i fajtori kyç, po e mori Messi me ritën kot. Dhe të njëjtë përmbysje e pësoja vuan gjithmonë ç'a ndodh me rivalët e tu. Vuan gjithmonë ç'a ndodh me rivalët e tu. Do të tani kam qarë, apo who gives a fuck për shkretin. Për herë të parë për futboll, tani që mendoj, kam qarë ke Chelsea Barcelona 2009-ën. Te ai eliminimi i pa drejtë. Ora, ai me Real Madridin ti. Po pse ç'a vëdu? Sa i vogël më shifra futboll. Okej. Unë s'po themi për herë të parë, se për herë të parë. Parë po them unë, më kujto tani. Po sa çava kur unë pastaj 5-0 me Barcelonën, e kështu gjërash. Okej. Gjëra që ndodh. Kjo është pak pyetje pikante, por kuptoni siç duhet. Çfarë zgjat më shumë? Një marrëdhënie dashurie në kohë apo një kampionat evropian? Pra, a ka ndonjë dashurie që zgjat pak një muaj? Çfarë na ka zgjatur? Mendoj që kampionati evropian zgjat pak më shumë. Atë do të thënë. 30 ditë nuk ka pak. Shiko, ka dhe marrëdhënie dashurie që zgjas. Zakonisht. Po zgjasin u Ne çunat pas kemi qenë. Ne çgretët. Na ri kampionati më gjatë. Zgjasë. Unë jam me zemrën këtë rast, se boll më vetëm topin. Trevisa është besnike. Dole pak offside dashurisë. Ne të dy dolëm, skarën të jemi të 30 ditë nuk janë pak. Për 30 ditë çfarë ndodh? Çfarë pak më 30 ditë? Kampionati evropian. 30 ditë, është i këngë shumë duket. As komonë, se s'kemi zonë me knuse. Do të bëna meme. Po kjo. A është më i drejt vari apo dashuria? Vari? Apo dashuria? Unë e urrej varin, po mendoj që është pak më drejt nga dashuria. Vari të shtron vizën? Është më drejt. Dashuria ta heq vizën. Shiko. Edhe vari ka gabuar. Po mendoj që po është më mirë se dashuria. Dashuria ndonjëherë është e padrejtë. Futë këngën e Anila Miman. Fillojmë drejt. Ishte të trekshëm. Në më të drejt ka. Tyra ime këtu. Të drejt ka. Vari është të shtron vizën, thot po jo, dashuria thot po, kam zemër, ndërkohë. Po më së ku jeti po flemi unë edhe spirit, ora 11. Ka shtron vizën, po vari si ta shtronë herë se. Po mi gënjej çik më pak, shkajtë, po është publik. Vari është publik, jo si lidhje tona. Cili është më i paparashikueshëm? Një mashkull në dashuri apo një trajner tek ndeshja e rëndësishme? Më i paparashikueshëm. Paparashikueshëm. Mashkull në dashuri, valla, ku merremi vesh ne.
Po dhe trajneri, Shiko, në rast sigurisht si Binjo, një minut. Mashkulli kur ka rënë dashuri apo thjesht kur ka rënë është fjala. kur ka Dgjoj, rënë? Trevis, në Jo. 90% rast as nëse dim vetë ku bim dashuri. Kur keni rënë dashuri, marroni. E dini ju, nëse morim vesh fare. Kur E ndjen mirë, flutura. atëherë po vej këtë pra se kjo dihet Po kur ju bim dashuri. to na një manipulojnë gjëra. si dun. Kur ndjen fluturat më thon. Po e Lesh mbuloj. lesh. Lesh. U thëshin atë po parashikosh Po ti dashurinë. do iki me dashurën ore, lesh thot. Po ne po parashikosh unë pra. Kur e theti këtë? Mos. Shimo, atash pas mendoj se ka kombëtarja thënë me zemrën aty, duke ngrënë Po sushi. si konfidenciale. Jo, nuk kishte. Ose ka bërë një lajm pa dashje. O, shik kjo tjetra. Ku po e bëjnë shumës pyetje? Okej. Ku keni dhënë më shumë kartona të kuq? Në dashuri apo në futboll? E si ta marrëm këtë tani? Unë po them dashurisë në futboll, s'na Ku pas ke ndëshkuar më tepër veprimet? Që i kam thënë jo, po thua, apo... Merri si të duash, ke temë të lirë abuzimi me. Po në futboll unë s'jap kartonat kuqe Po, vllai pra, im kështu se që- s'jam arbitër. Që edhe po ne them ngrej dashuri, nuk po ngrej dashuri. Okej. Ne s'kemi lidhje me Dashuri futbollin. diktore ka Po, kartonë kuq. në dashuri nuk kemi arbitra. Kush e tha që jemi ç'është ky? arbitra? Po më mos e, po mund të kesh thënë ndonjëherë jo, zëre se është kartoni kuq. E. Dashuri, po jo, Ne, mund ta se mund të kesh të tash- nduar ndonjërin. Po ja ish për Unë. karton zipës, te ka marr vet, jo për Kush të mërzit më tepër? Një mesazh që nuk vjen apo një penallti kundër në minutën e fundit? Ta dish ti Oricoli, ta dish ti Oricoli, çfarë kam thënë në ty te mesazhi me finalja. pastaj problemi madh fort, mos shkruaj Fix. më kurrë pastaj kurse penalltia. Penalltia. Me 3 pikëshi. Po, ajo penalltia o zoti më. Me 3 pikë del kampion fundore. Po edhe me 3 mesazhe. Edhe A më çfarë s'do martohesh? Me tre mesazhe. Do zihesh, pse Me s'ke shkam shkruar kuptuar unë, sa mos përpara? më vjen mesazh as më mirë është për ne që e vonojmë. Po e pas keni qenë të poshtë, po çan këtë taktikë manipulimi. Në çfarë thot më? Është vetëm Maja Esbergut miku im. Po e di kush është problemi? Se në momentin që s'çon mesazhe që i vonon, ikën interes. Digjesh. Kështu do ti. Unë për vetën time E, flas, vetëm mos time. flas për tjerët. Përgjithësi ton zyrën ton? Pyetja radhës. Ku duhet më shumë teknik? Tu marrë ka pyetja. Ku do të shumë Duhet më teknikë? shumë teknik. Ë? O, po Më shumë teknik duhet në dashuri, se në futboll e gjen mënyrë dhe me forcë. Po këtu. Unë s'po e kuptoj këtë pyetjen. Ku Jam duhet më shumë shumë bjonde teknik? për ta kuptuar. Jo. Për se do po mendoj mirë me time, jam dhënë bjon. Ku nevojitet më shumë teknik, shumë e Po thjeshtë. pra, më shumë teknik, e parasysh. Ti që je Bruna, e shpjego? Flirti me, Dashuri, thjesht jam të bjonde teknik. më zonë arrova. Jo po vonon mesazhet, jo po e di ku. Ja, do ca dalje, taktika ke parasysh këto manipulimi. gjërat. Ke parasysh siç u themi ne horoskopin, ndërkohë ne s'u ta dim për horoskopin fare. Mënyra e flirtimit. Ajo është këto teknik. gjëra. Teknik. Prekje e lehtë e topit. Po, më shumë futboll se dashuri. Po kjo është së dyja tani, se duhet i Po, ku çik duhet më thjesht shumë? edhe në futboll, po ku duhet? Futboll edhe me forcë Futboll fizike si- bën golin. Edhe Po, dashuria dashuri- me forcë fizike. Jo, jo. Jo. Jo, në aspektin që për ta sharruar se merrni keq ju. Nuk I ke mundem pak dot të më. njerëzit, Nuk njerëzit e mundem. pashëm fizikisht nuk është se lodhen shumë flasin. Janë bukur au ju, bin dashuri domethënë. Edhe se ndodhe Kështu që edhe dashuri nuk është se do shumë teknik. më ndodhe mua çdo fundjavë. Dashuri me shikim të parë. Shpreha. Shpreha e dashurisë me shikim të parë hedh fatin që dashuri duhet teknik. Duhet më shumë teknik futboll. Nuk kishte nevojë për ka shumë logjiki. Hyra shumë thellë. Duke plagët e vjetra. Ha, të dash argumenta vendos. Çap. Trevisa nuk po ndan akoma. Unë jam kështu, po hajmë po them dashuri. Ne çunat kemi nevojë Se për na teknikë, se bëhet gocat. ndonjëherë edhe qefi Po, kur ç'teknikë, kur më s'kemi bu. në teknike? Jo, gocat nuk para luajnë. Po, janë- ç'teknikë? Jo, jo, duhet ti, s'luajnë mëso. gocat, pra ne binin dashuri ju me gocat, se s'luajnë Jo gocat. luajn, goca manipulojnë, gocat janë si Çdo Pep gjë që Guardiola, bëra Jose problem. Mourinho 2010-2012. Por, unë them që duhet më shumë teknik futboll. Dashuri mund të jesh i bukur, edhe Edhe mund të jesh dhe i milioner kështu. Po që po, gjën dashuri edhe me 3 vite. fal për shpejt flas. kuf nga menja. E çon si ka kjo. Jo, ka. Ja ka shumë rëndësi ajo. Ça fut goti tash. E ha, mirë. Vazhdojmë. Un kam bindjet e mia. Ja mund tani, Sot. Kush dhem më tepër? Një autogol në ndeshje apo një autogol në dashuri? Kjo është e diskutueshme, se nëse jena 5-0 bën ato gol vajdesht. Autogol nga fjalën e mban mend se ka Unë ndodhur dashuri aty. ku kjo ato gol ti, për shembull kur e traton dhe ta zbulon? Autogol i pastër është ai. Po, edhe nëse ai Po, do ta shfetojmë pak dashuria këtë, do ta mendoj. shfetojmë pak këtë. Unë do ta them Po këtë më dhe fal, pastaj. nëse të jashtë. trahton, nëse Ju pas kam gjetur brigën e O duhur. duro more se më hëngre. Po, Se se pyetja është, nëse ti e trahton dhe ajo e zbulon ose ai e zbulon rastin. Mos më drejto mua me fjalën tradhtisë ta marr Jo, për ofendim. zbulojun atë mos unë stratoj, mos ka lënë. Po ai s'është ato goli jote, ai është super goli jote që zbulove. Po them nëse Po trahton është ti. autogoli aty pra. Ato goli atit. Se për këtë po flasim se si. Pa ato golin atit ose asaj. Ja mos më plas fare. Jo më nisni, s'u mbasëm ne. Autogol Apo jo, futboll. Trevis. Autogol Unë futboll. basin ata më, unë bet ai që Po trahton kjo ti. ha vënë për diskutim tani në një finale ku diun Champions League, bësh ti autogol, tu mbësh vetëm
Me atë autogolin tat. Po dhem shpirt. Po dhem pranë shpirt, po edhe kjo gjëja që ta zbulosh atë tjetrin që tradhton, ta zbulosh ti dashurën tënde që tradhton ajo ty. Unë bja asaj, unë ja them për herë. S'ki që ke Unë bja i jote. fare për shkak. Unë bja jote mi. Po Jo jote, s'diskutohet atyre. ore. Ço ti bëj? A tratove motor. Kokën hongsh. Ti edhe një lajm në fjali. Që ja them për herë. Unë do t'i vej të dyja. Edhe një lajm pa dashje, që the unë ja them për herë. Që nëse tradhton unë bja jote, po ato e dim tave, ja kam thonë për herë. Ja ka Ato, thënë. ato, Ka mos të mos nxirr më gjëra, po ato. Tha, Mi që jemi në regjistrim. e thanë nuk me shumës. Jo, ti që ngrit me. Tha, ato e din. Zbulohet lajmi me titra poshtë, ma thë gazetari sportit ka më shumë nga një lidhje. O zot. Po ka më me këto të dy. Mos e shif, amon. Prije montazh. Dhe prej montazh. Do ta pres montazhi. Ç'keni? Montazhi prite. Pyetja e fundit. I ku zëri manto, ha? Po të bie telefoni manto. Do i ke vënë ai për gjuzë ajo. Nëse do të Ato. duaj, Ato. ndroni 8 minuta. E manto po, për çfarë bëre kush? E busha. A të bie drita keqe ty? Nëse do të duaj të zgjidhje një nga të dy për gjithë jetën, dashurinë apo futbollin? Mos qeshti. Oh. Shiko, dashurin për futbollin. A? E zbukurove kot. Po pse zbulova? Boje si burra përgjigju këtu. Shiko, unë do ta them kështu. Tani unë kam kuptuar që dashuria ekziston realisht kur shoh mamën dhe babin tim, realisht. Edhe kuptoj që njeriu pa dashuri nuk është njeri më, realisht. Qoftë edhe një dashuri, jo vetëm po flasim nga ana e partnerit, po se si miq, domethënë se kjo është dashuria, nuk ka rëndësi, marrim Patjetër. dashurinë në tërësi. Futbolli sigurisht që është adrenalinë, është gjëja më e bukur, është pasion, por në fund fundit njeriu për pak dashuri jeton. Që kur lind edhe deri kur vdes. Çfarë të shtojmë ne më shumë, ndrova mendje, po e vedha unë këtë tani. Ata arsyetojnë që mos dalë si deli e zez. Ti dele e zez dhe mos fol fare më Jo, se... ti me ato që the. Po çat, po Tani. dashuri po ty ky kishte ato. Ti me ato që the. Ky kishte 4 vot, 5 ta ka. Edhe tha me vetë diet Ta flota prej ato montazh është gjitha. gjithë. Nuk pritet të Arrova. montazh. Ti shpjegoj pse futbollin. Se po mendoja, për shembull, dashuria i bie zgjedhësh një partner tjetër se ti do e njohësh te mosha 20 e të hu. Po, ndalu dhe fjala një. Ti futbollin e zbulon që i vogël. Sigurisht. Dashuron që aty dhe shumë njerëz kanë treguar që e kanë deri në fund të jetës. Patjetër. Pra, mua më duket sikur futbolli është dashuria më e madhe se dashuria tjetër që mendojmë ne. Jo. Ja. Mendoj që dashuria për futbollin është një nga dashuritë që kanë jetë, po jo më e Kur madhe. bësh pastaj me fëmijë dhe gjithë gjërat e tjera, kupton që ka dhe dashuri pak më të madhe. E te fëmia nuk e mendova, unë mendova vetëm për gruan, me thënë vërtetën, po Çfarë na bëri kjo temë? Kur ka ja 4 copë, normal Po që se normal, ka normal. fëmijë dhe grup. Normal. S'ka gjë jo. o sa punë duhet mua për Ore, të unë pres montazhet apo këto mbrapa ç'ti bëj? Jo, jo. po çfarë unë Unë prandaj e bëra që ti mos ta pres. trevis. Atëre miq Do mbet gazetar sporti gjithë jetën. Do martohem fare më duket. Para se të falenderojmë Trevisën që ishte këtu, falenderojmë Manthën që ishte për herë të fundit prezent me ne. Nuk do jetë më herën tjetër. Trevisa falenderoj shumë që ishte këtu. Faleminderit, Ishte është kënaqësi. kënaqësi shumë e madhe dhe realisht u kënaqej shumë sot. Tani e konfirmoj me plot bindje që është intervista më e bukur që kam bërë. Je Shumë faleminderit. Faleminderit, Kjo është mbyllje Trevisa. perfekte, por bashkë takohemi jashtë radhë të dielën. Të për dielën! Real Barça, ku Mantho merr fund për herë të Do dytë. jemi live Flori vesh panellën dhe një herë Trevisa faleminderit. Faleminderit shumë. Mantho do vi si panda me sirën e nxirr? ¡Ándale!